Mirdita nderuar koleg, hapim mbledhjen e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, sot e hënë 18 maj. Pika e parë e rendit ditës është miratimi procedurë verbaleve të datave 28 janar dhe 9 shkurt, i keni marrë me email, keni vërejtje? Jemi gjithë dakord të votojmë? Miratohet. Pika e dytë e rendit ditës është seancë dëgjimore me artistët e Universitetit të Arteve dhe pedagogët të Universitetit të Arteve në lidhje me pengesat që janë duke hasur për avancimin në karrierën e tyre akademike. Është një çështje në fakt që e kemi diskutuar disa herë si komision, kemi pasur edhe qëndrime publike dhe është momenti që bashkë me përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit, Ministrisë Kulturës, sindikatës dhe artistët ne të gjejmë një zgjidhje sepse nuk mund të rriku vendi sikur nuk ka dieni se çfarë ndodh me komunitetin më të rëndësishëm artistik siç janë pedagogët e Akademisë Arteve. Të ftuar kemi artistët Josif Gjipali, mirë se keni ardhur, faleminderit. Manjola Albani, mirë se keni ardhur, faleminderit. Orges Mala, mirë se keni ardhur. Ilir Kaso, mirë se keni ardhur. Ilir Kodhima, mirë se keni ardhur dhe Genc Përmeti, mirë se keni ardhur. Gjithashtu kemi dhe Elvis Rudi, ndjes është shtesë. Zoti Sander Kovaçi, kryetari i sindikatës së arsimit universitar, mirë se keni ardhur. Kemi gjithashtu nga Ministria e Arsimit, sekretarin e përgjithshëm, zotin Ersen Tola, mirë se keni ardhur, dhe drejtorin e Drejtorisë Politika për Zhvillim dhe Kërkim Shkencor, Erlis Hoxha, mirë se keni ardhur. Nga Ministria e Kulturës kemi Anisa Apollon, drejtori i përgjithshëm i Zhvillimit të Artit, Kulturës dhe Rinisë, dhe zonjën Esmeralda Demiraj, këshilltare për çështjet juridike. Besoj, dua t'ju vëndjeni që ne kemi ftuar dhe rektoratin, nuk kanë ardhur, ne kishim për detyrë që t'i ftonim të gjitha palët, për arsye për të qenë të drejtë edhe në diskutim. Ata nuk kanë pranuar që të vinë, dhe unë jam me keq ardhur, megjithatë kanë sjellë justifikimin e një agjende të parashikuar. Njoftimi është dhënë para kohe, pra ka rreth një javë që është dhënë njoftimi, do të kishin mundësinë që të dërgonin përfaqësues nëse do të kishin dëshirë, por nuk e kanë parë si vullnet. Unë kështu e lexoj të paktën qofsha e gabuar. Do t'ju jap fjalën artistëve, juve e rregulloni vetë se si doni ta kaloni fjalën tek njëri tjetri dhe më pas zotit Kovaçi që ta hapim diskutimin. Dua t'ju them në kryet herës që për ne nuk është e panjohur si çështje, për shkak se kemi bërë dhe një takim kur ka qenë rektor Kastriot Çaushi dhe na morën premtimin që kjo situatë do të zgjidhej brenda 2-3 muajsh. Në fakt ka kaluar vite dhe nuk po zgjidhet, që është momenti që ta vëm gishtin e plak dhe ta zgjidhim bashkërisht. Fjala për ju zoti Gjipali apo zonja në Albani, si të doni. Po, kështu që fjala për ju. Se si më da. Mikrofoni është jeta juaj, kështu që. Vetëm që përpara se të nisni do thoni emrin vetëm për arsye të zbardhjes, për të qenë korrekt. Po. Atëherë unë jam Ilir Kaso. Sot kemi ardhur për arsyeja pse kemi ardhur sot është që të diskutojmë këtë çështje që nuk lidhet vetëm me disa tituj akademik apo me disa pedagogë të veçantë. Në thelb bëhet fjalë për funksionimin institucional të universitetit tonë dhe për mënyrën se si zbatohet ligji brenda tij. Siç e dim të gjithë, Universiteti i Arteve ka një status të veçantë në sistemin e arsimit të lartë, i njohur me vendim të Këshillit të Ministrave. Ky status u krijua për të njohur një realitet të fushës sonë që në art, praktika artistike dhe krimtaria profesionale janë ekuivalente në kërkim shkencor. Për këtë arsye u krijuan dhe titujt akademik specifik për artin, si profesor në arte dhe profesor i asociuar në arte. Universiteti ynë në përputhje me këtë kuadër ligjor organizoi procesin e promovimeve akademike, u ngritën komisione, u shqyrtuan dosje dhe në fund Senati akademik mori vendime për dhënien e titujve.
Në këtë moment, për çdo pedagog që kalon një proces të tillë institucional, krijohet një parim themelor i së drejtës administrative, pritshmëria e ligjshme. Pra, një institucion merr një vendim, qytetari apo pedagogu ka të drejtë të presë që ai vendim të zbatohet. Megjithatë, ajo që ka ndodhur më pas është një situatë e pazakontë dhe problematike. Vendimet akademike ekzistojnë, por zbatimi administrativ dhe financiar i tyre është bllokuar. Kjo duket të lidhet me një boshllëk midis statusit të veçantë të universitetit dhe mënyrës se si sistemi kombëtar administron titujt akademik dhe efektet financiare të tyre. Pra në thelb kemi një mos koordinim institucional midis universitetit, ministrisë dhe mekanizmave administrativ që njohim dhe financojnë titujt. Kjo situatë krijon një problem serioz, sepse pyetja që duhet të shtojmë sot nuk është nëse një pedagog e meriton apo jo një titull. Kjo është shqyrtuar tashmë nga komisionet dhe senati. Pyetja është një tjetër. A mund një institucion publik të zhvillojë një proces të plot akademik, të marrë vendime zyrtare dhe më pas të mos arriti zbatojë ato? Nëse kjo ndodh, atëherë nuk kemi më vetëm një problem individual, por një problem institucional të besueshmërisë së vendimmarrjes akademike. Ne si komunitet akademik kemi një përgjegjësi të përbashkët, të mbrojmë funksionimin e rregullt të institucionit dhe të zbatimit të ligjit. Prandaj kjo çështje duhet parë si çështje e universitetit në tërësi, jo si një kërkesë individuale. Ajo që nevojitet është transparencë institucionale për situatën, një qëndrim i qartë nga autoritetet përgjegjëse dhe një zgjidhje që respekton vendimet akademike të marra, sepse në fund stabiliteti i karrierës akademike dhe besimi në institucion janë themeli i çdo universiteti serioz. Faleminderit. Shumë faleminderit për ndërhyrjen tuaj. Po. Tash ne kemi që t'ju qartësojmë pak gjën më, themi dhe nga ana ligjore edhe nga ana kronologjike, si kanë ardhur gjëra dhe si kemi arritur në këtë. Kemi përgatitur një kronologji vërtet sipas viteve çfarë ka ndodhur, po unë do doja që ta bëja çik më të thjeshtë dhe më të kuptueshme për të tërë, për sa tha kolegu më sipër. Ngritja e këtij problemi sot është bërë emergjent, po nuk është një problem që nuk dihet. Dhe masa duhet ishin marrë më përpara. Sot ne kemi arritur në pikën që nga mosplotësimi me tituj akademik, rrezikohen fakultete që të mbyllen, rrezikohen katedra, rrezikohen departamente. Dhe ka disa vite që brenda institucionit bëhen manovra që të mbahen në këmbë. Tashmë kemi arritur në një pikë, domethënë që nuk plus dhe pastaj në sensin logjik kjo procedurë filloi, ka ca të themi disa pretendime që jo nuk është përfunduar, jo po njërën, jo po tjetrën, po janë të tëra për mua dhe për logjikën tonë janë pretendime të kota, pasi titujt akademik që gëzojnë kolegët tanë të nderuar aty në universitet, një nga cilët është edhe zoti Elvis Rudi, prandaj e kemi marrë që edhe ju të jeni të qartë që ne kemi mbështetjen jo vetëm të grupit tonë të interesit, po dhe të grupit tjetër që është i plotësuar me këto tituj akademik, dhe t'i kthejmë dhe njëherë titujt akademik që gëzojnë të gjithë kolegët tanë, janë marrë pikërisht me të njëjtën procedurë. Kështu që nuk ka logjik që edhe ca stisje që u bën me akordimin e këtyre titujve akademik të kishin disa klauzola shtrënguese, për shembull si që janë, të themi për mendimin tim, dhe unë jam mësuar që t'i them gjërat si që janë, drejte dhe shqip që i themi ne, janë tregojnë një vogëlsi shumë të madhe, domethënë nga ana shpirtërore dhe nga ana intelektuale, pasi aty brenda ka, domethënë ti e merr titullin dhe ti nuk ke të drejtë që të zgjidhesh, ti nuk ke të drejtë që të bësh as shef departamenti, as shef katedre, as dekan, domethënë si ti mua më trajton të veçantë për nga karriera artistike, dhe unë që bëj karrierën nuk që nga mi zoti, do me thënë njësoj me një mediokër që bën letrat. Gjë që në botë nuk është kështu, dhe logjika botërore e dhënies këtyre titujve, sidomos për specifikën tonë, është komplet ndryshe. Janë dy gjëra, do me thënë tërësisht të ndara, ana studimore dhe ana e karrierës. Titulli akademik është titull akademik që lidhet me karrierën mësimore, karrierën e mësimdhënies, ndërsa
doktoratura dhe të tjerat janë hyrje në një fushë komplet tjetër, në fushën studimore. Ne kemi aty tek ne brenda në universitet, kemi deg të tjera që janë siç është muzikologjia dhe këto që janë specifikisht duhet merren me studimin. Po unë personalisht dhe kolegët që janë këtu, ne jemi në fushën e interpretimit. Ne bëjmë akoma, pasi ne kemi të domosdoshme çdo një vit që të bëjmë një relacion në fund të vitit sa aktivitete e kemi me ligj shteti, sa aktivitete kemi bërë. Dhe unë shkruaj që unë kam qenë filan teatr dhe kolegët kanë bërë këtë performancë, kanë bërë këtë, kanë bërë atë. Dhe ne edhe në parim, do me thënë logjikisht, kur nisemi, kur futemi në atë institucion si student, ai objektivi jon i të tërve dhe ëndra e të tërve është që të bëhemi prodhues arti. Jo të bëhemi teoricien. Puna është që unë duke u bërë prodhues arti, o do prodhoj art, o do studioj. Ose thënë akoma më vlonjaqe i bie që ai që nuk ja del që të bëjë atë që bëjmë ne, ai studion atë që bëjmë ne. Dhe nuk ka logjik që ai të jetë më i privilegjuar se sa unë. Pasi të tërë nisemi me këtë ëndër në fillim. Kështu që prandaj them që ka një fjalën po ja kaloj kolegut Orges Malaj, tashi që t'ju bëj një kronologji nga ana. Përshëndetje gjithëve, Orges Malaj, pedagogu klasës fagotit. Ne ju kemi vendosur në dispozicion edhe një kronologji se si kanë rrjedhur gjithë ngjarjet, por unë do të cekja vetëm pak pjesën edhe pak ligjore që mund të themi. Ne si universitet kemi marrë një status veçantë në vitin 2021, ku është e përcaktuar qartë dhënia e titujve akademik për secilin pedagog. Më pas kësaj janë vendosur në 2024, gjë që ka zgjatur shumë, por në 2024 janë ngritur komisionet dhe grupet për verifikimin dhe dosjet e gjithë pedagogëve që kërkon të rritet për të marrë këtë titull. Kanë kaluar dhe në Senat. E gjithë kjo ndodhi më pas të gjithë pedagogët për një grup e 50 pedagogësh kanë marrë titullin që është përcaktuar profesor në arte dhe profesor asociuar në arte. Këtu ndodh i gjithë kolapsi. Pasi ne marrim këto tituj, nuk shënohen titujt në proces verbalet e provimeve, gjë që është thelbësore për funksionimin e universitetit. Gjithashtu edhe nuk shënohen as te akshi, nuk njihen. Do të thotë që këto tituj ngelen vetëm në letra dhe thënë ndryshe kot. Më pas vazhdojmë sepse është një procedurë, por siç i kanë marrë të tjerë. Do të thek pak edhe pjesën artistike që tha Josifi, e cila është që ne jemi artist interpret, dalim në sken, luajmë në sken. Unë do t'ju jap një shembull shumë të thjeshtë, po dhe për ju, por edhe për të gjithë ata që na dëgjojnë. Është njësoj sikur të jemi në Universitetin e Mjekësisë, i cili brenda ka 3-4 fakultete, e njëjta gjë përkthehet edhe tek ne, dhe unë jam kirurg dhe ti më kërkon që të bëj doktoraturën ginekologjik. Kjo nuk shkon. Ne jemi interpret, dalim luajmë në sken, vlerësojmë për atë punë, edhe më pas kërkohet që edhe kërkimi doktoraturës është në kundërshtim, sepse vetë në statusin e veçantë që ne kemi marrë, thot interpretimi me punë shkencore vetëm për efektin mësimdhënies, por thot interpretimi artistik është i baratvletshëm me punën kërkimore shkencore, që do të thot që bie poshtë e gjithë kjo kërkesë që neve na kërkohet për doktoraturën. Por gjithë kjo është edhe vendimi VKM-ja që ne kemi 145, e cila e përcakton edhe aty. Por në logjikën tonë ka një mos rakordim apo interpretim të ndryshëm, si nga Ministria e Arsimit, po edhe nga Ministria e Financave, sepse interpretojnë të dyja në mënyrë të ndryshme këtë VKM. Nëse doni, unë ja lexoj gjithë kronologjinë, ju ja vë në dispozicion. Okej. Atëherë, me miratimin e ligjit numër 80 të vitit 2015, përcaktohet se institucionet e arsimit lartë me status veçantë në fushën e arteve gëzojnë të drejtën për dhënien e titujve të tjerë akademik. Kjo është e përcaktuar në neni 60.4. Mënyra e dhënies dhe kriteret përkatëse përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Ky përcaktim përbën bazën ligjore të drejtë për drejtë për ushtrimin e kësaj kompetence nga Universiteti i Arteve. 2. Specifika dhe promovimet e titujve akademik në institucione më të veçantë me të njëjtin ligj.
Neni 61 përcakton modelin standard të dhënies titull akademik në institucionet e arsimit lart ku kushti themelor për përfitimin e tyre është zotërimi i gradës doktor. Ndërsa Neni 60.4 parashikon shprehimisht një model alternativ për institucion me status të veçantë. Në këtë kuptim, Universiteti i Arteve si institucion me status veçantë bazuar në VKM numër 145, ku kërkimi artistik trajtohet në mënyrë të barazvlefshme me atë shkencor, është i legjitimuar të aplikojë një sistem alternativ për dhënien e titullit akademik të mbështetur në karrierën artistike të personelit akademik. Kjo është shumë e thjesht, e qartë dhe e pasur për vazhdimin dhe e kualifikimit të gjithë pedagogëve dhe stafit akademik. Nëse doni e keni në dispozicion? Po, edhe na i lini atë, po e desha që ja vlash ta thonit për arsye se jemi dhe në transmetim dhe publiku të jetë 100% i informuar. Unë kam dhe një shtesë tjetër për të sqaruar diçka këtu. Duke u nisur dhe nga historiku, domethënë kronologjia e akordimit të këtyre titujve, në fund pastaj Ministria e Arsimit, në momentin që Senati mori vendimin që këta persona një listë e caktuar gëzonin të drejtën për të marrë këto tituj, quan me sa di unë në ministri kërkesën për të njëjtë këto tituj dhe Ministria i ka kthyer një përgjigje, i thot okej, ne jemi dakord me këto tituj, merrini vetë masat për edhe për anën financiare të tyre. Ndërkohë që institucione si yni, ky është një ngërsh, domethënë që duhet ta kishin zgjidhur kush ka patur në dorë që ti vërtet në rrugën e dur këto probleme. Ne jemi një institucion që gëzojmë një status të veçantë pikërisht për disa specifika që janë vërtet shumë të veçanta. Ne nuk kemi si institucionet e tjera paralele, universitetet e tjera, ne nuk kemi orë mësimdhënie që një pedagog të ketë një orë me 50 me 100. Ne orët i kemi individuale. Ndaj dhe trajtimi financiar i Universitetit të Arteve duhet kishë qenë me kohë, duhet kishë qenë, domethënë nga ana buxhetore, shumë i veçantë. Jo njësoj si universitetet e tjera. Dhe ndoshta, po dhe kjo ka krijuar një ngërsh, domethënë që universiteti nuk kishte mundësim financiare që t'i përballonte këto tituj. Kështu që kjo është një pikë shumë e veçantë që në të ardhmen mendoj unë në ligjin për arsimin duhet të shikohet. Pasi janë bërë dhe llogarit, domethënë aty tek neve duke qenë në kuadrin siç u thash të këtyre orëve individuale, kosto ai binte shumë e lartë, domethënë për një student i binte diku te 10-12 milion lekë të vjetra. Kështu që është e pa imagjinueshme që një institucion i tillë domethënë të përballonte një rritje buxheti të tillë. Pastaj për këtë punën tjetër, po i mshoj dhe një herë, domethënë në parim që nuk ka sens që këto tituj të kishin ato klauzola shtrënguese dhe të ishin të paregjistrueshëm te Akshi, pasi procedura me të cilën e përsëris dhe një herë janë akorduar titujt në atë universitet deri më sot ka qenë e njëjta katërcifrisht. Kështu që nuk këtu domethënë çdo gjë rrezon ato manovra që janë bërë gjatë rrugës. Tani po ja kaloj fjalën Manjolës që të thotë. Tani faleminderit për kohën, për dispozitën edhe dëshirën për të na ndihmuar për t'i dhënë një zgjidhje këtij problemi. Një aktor i madh që unë s'po ja them emrin ka thënë që dikur kishim shkollë, s'kishim shumë letra, po kishim shkollë të fortë. Edhe akademia ka qenë shkollë shumë e fortë që kur ne ishim student, pedagogët tanë të nderuar, emra shumë të mëdhenj që kanë bërë historinë e muzikës, i kanë marrë këto tituj në këtë formë, në bazë të karrierës, sepse konkretisht kështu duhet të funksionojë. Ti si artist, çfarë ke dhënë në sken, çfarë kontributi ke dhe ai studenti kur të vi duhet të di me kë po bën mësim. Apo bën mësim me një pedagog që është emër i madh prej 10, 15, 20 vitesh dhe që ai e shikon si një njeri që do t'i japi një profesion me besim, apo do vi ke dikush që nuk e ka parë kurrë në sken, por ka bërë një punë studimore për muzikën qytetare me gjithë respektin të një qyteti, që nuk po ve emër.
për vite të tëra, ky proces tek ne kishte stopuar. Ne nuk kishim mundësi të ndiqnim doktoraturat, jo se nuk donim. Unë kam shkuar personalisht dhe në universitetet tjera dhe për vite të tëra kishte stopuar dhënien doktoraturën, jo vetëm universiteti jonë që se ofronte, por shumë universitete. Ndërkohë vitet iknin, ne kemi vazhduar të bëjmë karrierën tonë, që është gjëja më e rëndësishme, dhe siç e thash, këto tituj nuk po pretendojmë që universiteti të funksionoj vetëm në këtë formë. Patjetër, kushdo që do të bëj doktoraturën, të mbrojë një temë të caktuar, absolutisht, sidomos brezi i ri që sapo ka hyrë në universitet mund të funksionojë me të tjera rregulla, por jo të jetë kriteri që përcakton nëse ne do t'japim apo jo mësim në Universitetin e Arteve. Unë personalisht, përveç 10 viteve soliste në opera, kam 22 vjet mësimdhënie në akademi. Prandaj, do thoja që këtu, deri më sot, besoj që ka munguar dëshira për t'ju dhënë një zgjidhje kësaj gjëje, sepse e vërteta është kjo, që ne, edhe kur vjen këto klauzola, vjen që ti nesër, nëse i duket dikujt se po i rrezikon një pozicion caktuar, për shkak të emrit, të karrierës etj, ti të mos ta kesh atë lloj mundësie sepse ti nuk ke bërë këtë temën e doktoraturës. Sa i përket pjesës financiare, do thoja që ne, brezat të tërë, mbarojnë shkollën, janë studentët tanë, disa të shkëlqyer, disa modest, disa edhe në nivel të ulët, po kur fillojnë punën në çdo institucion tjetër, që ditën e parë marrin më shumë pagesë se ne. Do me thënë dhe këtë mund ta verifikoni, se është shumë e thjeshtë për të verifikuar. Faktikisht, fillojnë punë në kort operës, në orkestra, në institucione artistike, dhe që ditën e parë të tyre paguan shumë më tepër se ne që jemi pedagogët e tyre dhe që ju kemi dhënë profesionin edhe 5 vite, bachelor edhe master, diet, të cilat kjo. Po. Faleminderit shumë. Zoti Përmeti. Vetëm duhet ta s'ka që ta mbyllon. Jo, merr mikrofonin që kishit. Okej. Po. Okej, faleminderit. Përshëndetje, Jens Përmeti, asistent lektor në Universitetin e Arteve, në Fakultetin e Arteve të Bukura. Spari, doja të falenderoja për interesin që Komisioni Parlamentar po ka për këtë çështje, gjë e cila tregon që nuk ekziston një frym armiqësore karshi këtyre kërkesave që kemi ne. Madje mund të them që kemi vetëm aleat, duke filluar që nga komisioni që ka dhënë titujt, Senati, edhe vetë Ministria ka pasur interes dhe vetë rektorati ka dëshirën që të bëhet. Pra, ndoshta nuk ka pasur një vullnet për ta shtyrë shumë më përpara, por armiq ky proces nuk ka pasur nga momenti i parë. Ajo që do doja të thoja është që çështja për cilën ne kemi ardhur këtu sot nuk është thjesht për titullin tim apo titullin e secilit prej nesh. Ka të bëjë me mbarvajtjen e procesit mësimor dhe të programeve mësimore, të cilat, siç e tha dhe zoti Gjipali, dal nga dal po futen në një cikël pak të rrezikshëm që mund të rrezikojë ekzistencën e këtyre programeve mësimore, për arsye të mungesës së titujve akademik që janë të detyruar për t'i mbajtur në vazhdimsi këto procese, këto programe mësimore. Kjo është njëra nga anët. Pastaj, po të kalojmë planin personal. Për shembull, gjatë një vit, në harun kohër të 10 muajve, kam pasur 3 ftesa nga universitetet huaja, të cilat, kur ma dërgojnë ftesën, ma vënd llagapin aty, më fal që përdorim turqizma, profesor, dhe si kam kthyer përgjigje. Arsye që si kthej përgjigje është sepse nëse unë i kthej përgjigje, po jo do duket si unë po gënjej. Sepse sot bota është shumë e vogël, informacioni është shumë i hapur dhe do duket shumë shpejt do dalë që ky individ nuk pas ka titull, pavarësisht se ne kemi një lloj respekti për disa nga krijimet e këtij njeriu që ne e vlerësojmë. Por e kam refuzuar dhe nuk kam kthyer përgjigje pikërisht për këtë arsye. Pra, duhet dalë te kjo që nuk ka të bëj thjesht me ambicjet tona personale, por edhe me zhvillimin që duam të kemi ne, qoftë në aspektin akademik, po edhe në atë artistik. Janë 2 plane.
Dhe, ashtu si që thadën përpara, përzgjedhja ose dhënia e titujve përherë është, domethënë, në të kaluarën, në atë shkollën e fortë të cilët ne jemi produkte të tyre, ka qenë përherë është bazuar në dy shtylla, në të krijimtarinë artistike dhe në aftësitë e tyre pedagogjike dhe si dhe në ndërtimin e programeve mësimore. Pra, juve domethënë kemi këtu personat të nderuara që kanë kontribute në jetën universitare, e din shumë mirë do thotë krijosh programe mësimore. Siç e thash, por kjo ka bërë që, domethënë, kërkesat tona ose më saktë gjithë ky proces është futur në një lloj vorbulle që siç e thotë një gazetar i njohur, në atë që quhet catch-22. Pra, kalon tek ministria thotë nuk e pranon Akshi thotë unë nuk mund ta fus, pra kalon nga njëra derë tek tjetra ku nuk është se ka, siç e thash, nuk ka armiqësi, është thjesht të gjehet formula e dur për ta anashkaluar këtë ngërç i cili na çon në një rreth vicioz. Dhe përsëri dua t'ju falenderoj për interesin që ju keni sot këtu, që unë besoj që së shpejti do gjehet një lloj mënyre. Ju falenderoj. Faleminderit shumë. Po. Kush e dëshiron? Përshëndetje, Elvis Rudi, flautist, pedagog, aktualisht edhe përgjegjësi i departamentit interpretimit. Ju falenderoj për ftesën. Kjo është një mbështetje shumë e madhe që jepet përgjithsisht kauzës për cilën ne jemi këtu. Unë e quaj kauzë, sepse këtu ka një gjë që doja ta thoja, domethënë është mbi 98% e veprimtarisë në universitetin ton është e bazuar te krijimtaria dhe interpretimi. Do me thënë, në të tre fakultetet, fjala kyç dhe arsyetimi i diplomimit të studentëve dhe të punës tonë është bazuar në krijimtari dhe interpretim. Kjo nuk do të thotë që punime teorike apo pjesa teorike ku për shembull në fakultetin ton nga 24 programe kemi vetëm një program master shkencor, juve edhe në të kaluar, domethënë ligjvënzi e ka përcaktuar këtë gjë, pra ne ofrojmë titull master në arte, pra të njësuar me masterin shkencor. Pra deri në nivelin 7 të kornizës shqiptare të kualifikimeve, neve vazhdojmë dhe ecim me këtë lloj, si më thënë, kontributi veprimtarie e bazuar kryesisht në praktik. Tani, kjo sigurisht që nuk mund të jetë e gabuar, pasi ne jemi bazuar edhe në eksperiencat botërore madje, jo vetëm europiane, të gjithë veprimtarive të shkollave të ngjashme. Pra Bologna ose proceset e Bolonjës nuk e kanë penguar. Në fillim u duk sepse ka 20 vjet që diskutohet në Europë, sidomos në shkollat si tonat, sepse të njëjtat specifika kemi arti është edhe në Shqipëri, edhe në Vjenë, në Tiranë, edhe në Amerikë, për shembull. Kështu që me qenë se fola për Amerikën, 95% e doktoraturave që ofrohen atje ose që ndiqen nga kolegët tanë atje janë doktoratura në interpretim ose doktoratura në arte, të cilat janë të barazvlefshme edhe një herë tjetër me doktoraturën PhD, që është doktoratura shkencore, e bazuar në punim teorik. Pra, nuk është se një doktoratur e cila bazohet ose një kërkim artistik e cila bazohet në aktivitet kryesisht praktik, nuk vlen dhe nuk është njësoj me një doktoratur ose me një veprimtari e cila shkencore, e cila bazohet në teori. Pra, ne këtu kemi pas një problematik që unë e kam thënë në një moment tjetër që nuk e di u smurëm në atë shkollë, ne që jemi bazuar gjithmonë në shtrati profesional u lëkund i asaj shkolle prej fjalës kërkim shkencor. Kërkimi shkencor, pra, si në Europë, si kudo, ndahet në dy deg, në teorik dhe praktik tek shkollat tona. Nuk e di se ç'a ndodh me inxhinierit,
shkencat inxhinierike, kam përshtypjen që edhe aty duhet ketë hapësira të tilla ku kërkime të bazuara në teori, në praktik kanë të drejtën të ecin dhe të certifikohen dhe të. Tani, me këtë desha të them që ne nuk jemi kundër doktoraturave në asnjë rast, por ne nuk duam, pra kauza është që ne nuk duam ta tjetërsojmë ose të lëkundim sadopak shtratin profesional që shkolla jon ka për mision. Pra ne kemi një mision i cili është i njohur botërisht edhe nga ligji i arsimit lartë dhe gjithçka, pra ne duam që madje duam mbështetje akoma dhe më tepër, sepse është një sektor shumë i rëndësishëm, mendoj unë, jo se punojmë ne, po kam përshtypjen që dhe ju bini dakord te kjo që arti dhe kultura janë shumë të rëndësishme për një vend, sepse janë pjesë e identitetit kombëtar, janë pjesë e ADN-s me cilën ne krenohemi kur kthejmë kokën mbrapa dhe shohim në historinë tonë, flasim për qytete si Shkodra, si Korça, të cilat i kanë dhënë shumë kulturës shqiptare dhe kanë kriju identitetin ton kombëtar. Pra nuk krijohet vetëm me punime teorike padyshim, por e kanë krijuar përmes motrës tone, përmes kësaj, përmes asaj, domethënë veprimtaria dhe pastaj sigurisht që ato studiohen më pas nga studiuesit dhe shumë mirë bëjnë. Është një gjë e jashtëzakonshme, madje përmes studimeve teorike ne kemi arritur të nxjerrim pa një kompozitor që ka qenë ambasador në Itali, siç është Lec Kurti. Pra, muzikologët tanë kanë arritur të nxjerrin, pra absolutisht që është me shumë vlera kërkimi, por nuk mundemi që të kemi vetëm atë, kështu që këto tituj të bazuar në veprimtari artistike dhe pedagogjike, se ne harrojmë që aty kemi kritere dhe pedagogjike, pra duhen një sër diplomash, duhen pra veprimtaria jon, pra atje është e mirë përcaktuar në disa kolona, ku kolonat kryesore janë pedagogjike dhe artistike. Pra kërkimi ose aktiviteti ynë artistik, dhe me këtë e mbylla, është pjesë e kërkimit artistik. Pra veprimtaria jonë artistike është pjesë, domethënë e vetvetishme, sepse ne nuk është se kur i hymë dhe studiojmë, apo profesorat e nderuar këtu, kur hymë dhe studiojmë për të bërë një koncert ose për të bërë një sigurisht që rriten me kohën, marr informacioni që merr, punimet që bëjnë dhe pastaj ballafaqimi me studentët me brezat është gjithmonë një sfidë në vetvete, sidomos sot me këtë teknologji. Pra, nëse më përpara, më falni se e vazhdova, profesorët e nderuar që kemi pasur në akademi në mungesë të disqeve dhe të aparaturave, sot studenti e ka botën në dorë, të vjen dhe thot urdhro regjistrimi me filanin nga YouTube. Pra ti po përballesh realisht me sfida të qëndësishme, pra këtu nuk vihet në diskutim, si më thënë, puna jon në atë, pra nuk është se vërtet duket nganjëherë kështu si ama se po i bin instrumentave ose po bëjnë diçka, nuk është kështu. Megjithatë, unë këtu e mbylla, faleminderit. Faleminderit shumë. Po. Përshëndetje, unë jam Ilir Kodhima, pedagogu i lëndës Kornës, pranë Universitetit të Arteve. Faktikisht kolegët i thanë gjitha edhe pak ngelet për të thënë, megjithse janë të rëndësishme deri diku në pamjen tonë. Ne deri tani kemi harxuar shumë energji, të jemi të sinqert, jashtëmase me muaj të tërë, ço letra, prit afatin, merr letra, ndërkohë që mund të ishim marrë me atë që dimë të bëjmë më mirë, të japim mësime në sallat e leksioneve apo dalim dhe në skenë. Do ishte shumë mirë që të na i kursenit ato daljet në para universitetit, është shumë fyese në atë çka ne përfaqësojmë, që ne dalim, protestojmë, bëjmë një fjalim. Mundet t'i kursejmë këto gjëra me dashmërinë tuaj dhe unë besoj që e kemi nga gjitha palët dhe t'i zgjidhim brenda nesh. Ne nuk kërkojmë më shumë, t'jemi të hapur, jo më shumë se çka në Ballkani. Se çka Universiteti i Muzikës në Maltëzi, që është një shtet me 600.000 banor. Nuk kemi më shumë, më besoni që s'kemi, jemi shumë mbrapa nga ata.
Mos flasim pasaj për Kosovën, për Maqedoninë, flasim për Beogradin, flasim për Sloveninë, sfundmi Maqedonia, Serbia edhe Kroacia kanë bërë një pakt memorandum midis njëri tjetrit që i kanë unifikuar gjitha këto problematikat që ne i flasim, si nga ana rrogës që flitet një rrogë dinjitoze që ne nuk e mendojmë fare atë gjë. Një pikë tjetër që ne duhet ta konsiderojmë është çështja vjetërsisë në punë. Koeficientit vjetërsisë, që shpresoj edhe kjo pikë të shkoj përpara. Aktualisht ne maksimumi i viteve që na njifit është 15 vjet dhe koeficienti është 0.5%. Ndërkohë në teatrin e Operës ose në një administratë tjetër është 20%, në teatrin e Operës është 2%. Është 20 vjet në profesione të tjera, ndërkohë koeficienti në teatrin e Operës është 2%. Domethënë unë aktualisht kam 18 vite punë, 18-19 vite dhe marr 8.000 lekë në shtesë për vjetërsinë punë. Mendoj që është një pikë që duhet parë edhe kjo, edhe ne duhet kuptojmë diçka. Këto problematika na lëkundin në atë çka ne e bëjmë për ditë. Më besoni, shumë herë ne diskutojmë me njëri tjetrin. A vlen më të zgjemi për këtë gjëra, ndërkohë që ne duam vendin tonë më japim maksimalisht për te asaj që na jepet nga shteti. Dhe pse jo të bëjmë diçka bashkarisht për ta kthyer institucionin një vlerë siç e meriton, ashtu siç e shohim edhe nga jashtë. Ju falenderoj. Faleminderit shumë. Zoti Kovaç. Një mbyllje. S'parë faleminderit që na dha të mundësi që të dëgjohemi në këtë komision. E thanë gjithë kolegët që vërtet kjo nuk është takimi i parë as shtrimi i çështës për herë të parë. Kjo ka filluar që në 2019, në 2021, në kështu me radhë, deri te titulli që morën në 2024, sa dhe titulli nuk e marr as 2025 as 2026, por 2024, domethënë që atëherë nuk kanë ekzekutuar. Dhe sindikata edhe nga ana morale jo thjesht sepse artët janë 80% antarë të sindikatës, por edhe moralisht nuk e imagjinojnë domethënë që mos i them profesor Josip Gjipali, më vjen turp, mos i them, jo që është realisht, sepse kalosh në për La Scala, apo në vende të tjera të ngjashme, edhe në fund të vish tu asistent, domethënë është turp i madh. Që është vërteta, ky ngërç nuk ka qenë tradicional, sepse unë them që këtu kemi një problem shumë të madh, pasi kemi edhe sekretarin e përgjithshëm ministrisë tu. Legjislacionet kryesisht bëhen nga ministria. Edhe kam parë edhe këtë, megjithëse kërkuam në ministrisë që sindikatat ketë dy përfaqësues vetë teknicien flas, kuptimin e saj, jurista, shumë të njohur, edhe me gjithë premtimin nuk e futin në grupin e hartimit të ligjit të arsimit të lartë, dhe fatkesisht në ligjin e arsimit të lartë, në grupin e punës me urdhët ministrit, janë 13 drejtora e një 3-4 nga universitetet, 4 nga universitetet publike dhe 2 nga universitetet private. Pra, për sa kohë këto tematika nuk diskutohen te artët, s'ka si të kuptoj ministria se çfarë janë artët. Se teknikisht ato janë burokrat që, mbajnë orientimin politik çështjes, po ti të presësh që ata të bëjnë ligjin ca zyrtar, un kam shumë respekt për administratën, kam punuar vetë në administratë, por Zhveku thoshte për generalet. Sa ata ishin general luftë, general këtu nga ata tanët që marrin titujt, po ishin general luftë dhe ishin shurdhuar, ishin sakatuar nga lufta dhe ishin me zirrinin kam. Edhe thoshte Zhveku, ky është bërë për të vajtë Ministrit të Mbrojtjes, pra për të punësuar Ministrit të Mbrojtjes. E them në mënyrë, le të themi, simbolike këtë, jo për se kemi këtu përfaqësues nderuar të ministrisë, por praktikisht nuk mund t'ia lësh të ministrisë disa zyrtarëve aty në listë 6 zyrtarësh, edhe nuk merr përfaqësues të universiteteve apo të sindikatës si përfaqësues të punëmarrës. Pra, në këtë prizëm them që këtu është një defekt. Ne kemi, unë mund ta përmend, ndoshta mirë kuptoni ta përmend si emër, një nga arkitekt më të shuar në të universiteteve, një nga pedagogët e shuar, e ka zoti Petri Ilo, ka dalë në pension asistent. E kuptoj çfarë turpi, një arkitekt më mëdhej dalë në pension asistent. Pra, sikur ngjashmërisht me arkitekturën janë edhe këta. Por mos më thonë që janë më specifik. Se ti them unë Josip Gjipalit që shko bëj kërkim shkencor, unë po i them largo nga arti, se kërkimi shkencor, ky ka të zërin kërkimi shkencor. Pra, çfarë ti them unë, hap libra ti edhe studio. Dhe ky është i detyruar me shku për në ide merret me artin popullor, me ca gjëra nga ato temat që kemi ne, ndërkohë të lejë zanatin e tij. Se nuk ka mundësi që gjithë kjo plejat në këtë prizëm që mos ta zgjas, duhet nisem edhe nga një
e dhënë tjetër. E pyetën, i thanë Merkelit që arkitektët që punonin në administratë. Kuptohet edhe krahasonin veten me arkitektin terren natyrisht, edhe arkitektë meritojnë paguën më tepër. Edhe i thanë po rriti rrogat, atë lartë kishin, po i thanë duam rriti rroga specifike. Tha, nuk mund t'jam ngrej më shumë se profesorët tuaj. Pra, domethënë, ai si kriter kishte se s'mund ngrej rrogën ty më tepër se profesori jot. Ti tash profesorin e ke lënë asistent që të marr 700 euro, ndërsa atë që ndërpreton apo që punon në administratë apo që punon në ashtu i jep 1500 euro. E zëm, figurativisht po them, se nuk e di tamam. Po afërsisht shuash, po që asistent ka që ka rrogën e pedagogut. Në këtë prizëm them që është tepër imediate dhe sindikata juridikisht do ta mbështesë deri në fund këtë kauzë, do ta quaj kauzë për mendje dhe profesor, është vërtet kauzë, nuk ka të bëjë thjesht me artet. Ka të bëjë të ndërgjegjësojmë opinionin publik, qeverisën, opozitën, gjithë politikën, gjithë mjedisin, se sa rëndësishme është që artin të mbështesim. Ktu bëjmë fjalë të mbështesim një pilar shumë të rëndësishëm me cilin mund të përfaqësohemi. Përndryshe ti heqim vizën dhe kësaj dhe pastaj të merret rruga me artin, se s'mbetet gjë tjetër. Në këtë prizëm them që është imediate, ju keni një rol shumë të rëndësishëm, pavarësisht se unë te legislativi unë pres më shumë mirë kuptimin e pjesës administrative të qeverisë dhe ajo pastaj nëpërmjet mekanizmit legislativit, por edhe ju keni mundësi që të bëni një, sidomos mazhorancës por edhe të opozitës, që të bëni një presionin e duhur që të mund të vërtet të reagojë edhe pjesa e ekzekutivit që ta realizojmë këtë proces deri në fund. Edhe sa më shpejt jetë e mundur, sepse nuk është shpejt, pasi kjo ka ndodhur. Edhe një të fundit, këtu bllokuan gjithë doktoraturat e gjithë universiteteve. Kurse për artet ka pas specifike, sepse edhe për ata u bllokuan gjitha, por një lloj pra, edhe për universitetet tjerë, por edhe për këta, po për këta nuk duhet ishin fare si nocion. Pra. Kurse tashti u futën doktoratura edhe për këta dhe për ne, edhe njëjti legjislacion se përket numrit. Mbi 40 antar personeli është 2 doktoratura të kesh udhëheq për titullin profesor, nën 40 një doktoraturë. Pra ti thosh ti të udhëheq, jo vetëm ta bëj doktoraturën, por të udhëheq 2 doktoratura. Në këtë prizëm unë e tha si alarm profesori, por unë them që Universiteti i Artëve në kohë shumë shpejt mund mbyllet sepse nuk e lejon ligji të ekzistojë. Nuk e lejon ligji të ekzistojë. Faleminderit. Të them vetëm një fjalë. Besojeni këtë gjë, unë flas në emër pa diskutim të gjithë pedagogëve, që ne e konsiderojmë këtë gjë, ndoshta dukemi demode, po si mision, të them të drejtën. E bëjmë me shpirt punën tonë, se për ndryshe ju e kuptoni për karrierën që kemi, për emrat që kemi, kishim bërë secili nga një shkollë private dhe do ishim dhe të parët e asaj gjeston, edhe për gjithçka që rrjedh mbrapa, dhe pjesën financiare e tjera. Por realisht e duam atë punën tonë, e duam edhe atë pjesën e marrëdhënies edhe të transmetimit të gjithçkaje çfarë mund të transmetojmë për brezat, edhe kjo nuk është diçka që nuk vlen për tu vlerësuar, sepse realisht e kemi me idealizëm këtë gjë. Tash ne ju falenderojmë edhe një herë për kohën. I tham pak a shumë ato që kishim. Shpresojmë shumë në mirëkuptimin dhe mbështetjen tuaj. Pasi, siç e thashte në fillim, ky nuk është një problem që ka lindur sot. Unë personalisht kam patur takime për këtë që kur ka qenë zonja Kushi që është këtu prezente dhe kam ngritur këtë problem personalisht edhe me ministren paraardhëse, me zotrin këtu me Erzenin që është sekretari i përgjithshëm. Dim që ka një impenjim të ministrisë. Sot kemi një takim me ministren aktuale në orën 3. Megjithatë, nuk dim akoma, domethënë, çfarë ofrohet edhe është ngritur një komision nga ministria për dijenin ton, i cili do vinë në universitet dhe do shqyrtoj tër procedurën e këtyre titujve, po ne ju a tham, domethënë, mbështetjen ton në aktet të themi ligjore, gjithashtu dhe arsyetimin logjik. Prandaj shpresojmë. Megjithatë, edhe një sugjerim unë do doja që domethënë mbas nesh, nëse ju jeni dakord të dëgjonim një herë zotin Erzen, që është përfaqësuesi i ministrisë, që të kuptojmë edhe logjikën e ministrisë edhe deri ku është gjëja. Të paktën tash mbas kaq vitesh. Faleminderit. Fillimisht ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen edhe për sqarimin me detaje në fakt të situatës, edhe për opinionin publik që ta ketë më të përmbledhur. Megjithatë, unë mendoj që keni marrë një vëmendje të shtuar edhe në opinionin publik, por edhe për anëtarët e komisionit. Realisht arsyeja kryesore pse ky komision e ndërmori këtë dëgjes është fakti se ju jeni realisht
përtej mësimdhënësit, jeni përtej pedagogut dhe jeni shtylla themelore të kulturës tonë kombëtare. Në këtë aspekt, duke qenë komisioni përgjegjës për kulturën, ne e shikuam si diçka që është detyrë e këtij komisioni për të kujdesur, për të ruajtur kulturën kombëtare. Sepse nëse ju sot hiqni dorë nga mësimdhënia, për shkak se nuk jeni të vlerësuar, nuk paguheni, nuk i njohin titujt, nuk humbni ju, humbim ne. Humbin qytetarët shqiptarë, humb arti, humb kultura, humbin studentët, sepse do të bjerë gjithmonë më shumë niveli i mësimdhënies. Për ne është shumë e rëndësishme të kuptohet, dhe unë do të dëgjoj edhe përfaqësuesit e dy ministrive, të kuptohet nocioni i veprës. Kërkimi shkencor ka një vepër shkencore, por ju prodhoni vepra artistike, vepra kulturore, vepra mbarkombëtare. Nëse veprat shkencore i vlejnë një departamenti, i vlejnë një fushë, i vlejnë një rrymë të caktuar individësh, veprat tuaja i vlejnë shoqërisë, i vlejnë brezave dhe kalojnë përtej dyerve të universitetit. Dhe kjo gjë duhet të jetë ndarja e madhe që duhet të ketë nocioni edhe Ministria e Arsimit edhe Ministria e Kulturës në trajtimin tuaj, sepse nuk jeni duke ndejtur dhe duke kërkuar diçka, jeni duke prodhuar vepra, jeni duke prodhuar kulturë, jeni duke prodhuar art dhe jeni duke dhënë kontribut identitetit ton kombëtar. Kështu që në këtë aspekt absolutisht që komisioni vetëm e ka për detyrë, por do të qëndroj deri në fund për zgjedhjen e zgjidhjes e cila shkon tek e drejta juaj, sepse në këtë situatë ju keni 100% të drejtë. Është e pakonceptueshme se si mund të jepen tituj dhe të thuash që këto tituj nuk vlen për asgjë. Është e pakonceptueshme se si mund të jepen tituj dhe të mos kesh trajtimi financiar, se si mund të jepen tituj dhe të mos lejoj të kandidosh, të zgjidhesh në struktura drejtuese të universitetit tënd. Dhe ky është një ngërç që me vullnet administrativ dhe politik besoj se zgjidhet shumë lehtë. Ajo që unë kam vënë re në takimin e parë që ne kemi pasur komision të përbashkët, Komisioni i Edukimit dhe Mjeteve të Informimit Publik, ku ka qenë edhe Arsimi dhe Kultura bashkë, Zoran Kushi ka qenë po ashtu nën kryetare e komisionit dhe unë kam qenë kryetare. Kemi qenë në Universitetin e Arteve dhe unë në atë kohë ngërçin, mund të jetë perceptimi im i gabuar dhe kërkoj ndjes nëse është i tillë. Unë atëherë ngërçin e kam parë të lidhur me periudhën e kandidimit, sepse ishte koha kur kandidonin për rektore, për dekane etj. Dhe donin të ngushtonin rrethin e atyre që mund të kandidonin, siç bëhet në shumë universitete në Shqipëri, fatkeqësisht ku zgjedhin dhe pasarsin, ku paracaktohen se kush do lër kë dhe kush do bëhet çfarë, dhe e kam parë si ngërç të lidhur me atë situatë dhe mendova me zgjedhjen e re, pra me marrjen e asaj që ishte premtuar, do të zhbllokojë situata dhe do të jepej mundësi që të avanconin karrierë, të merrnin pjesën financiare dhe të kishin mundësi që në të ardhmen të kandidonin. Pra, e pash në perceptimin tim si një gjë të përkohshme. Në fakt nuk pas ka qenë ashtu, sepse pas ka qenë shumë, ajo ishte një arsye, por ngurtësimi vazhdon sepse ardhmja nuk duhet të rrezikuar, por ne nuk mund të jemi peng e dëshirave të individëve, nuk mund të jemi peng e ngurtësimit administrativ për një gjë që nuk lidhet, e them zotit Ola, ta keni dhe ju parasysh dhe tani do të keni mundësi të shkruani, nuk lidhet me si do të quhet zoti Gjipali profesor apo asistent në një tagër personal. Lidhet me identitetin dhe dinjitetin kombëtar. Sepse ne jetojmë dhe shprehim atë që jemi nëpërmjet artistëve tanë. Dhe janë edhe ambasadorët tanë kulturor, janë edhe pasuri kombëtare, se nëse kemi ruajmë kalat, ruajmë një pikturë, duhet ruajmë dhe artistët që me zërin e tyre japin kontribut pasurisë kombëtare të artit shqiptar, të artit i cili është individual dhe pa ata nuk e prodhojmë dot këtë lloj arti, këtë lloj kënge, këtë lloj performance artistike që varet kultura kombëtare shqiptare. Kështu që do t'ju lutesha që
edhe në parashtrimin që do të bëni tani, të keni parasysh faktin që duam të gjejmë zgjidhje. Faktin që nuk jemi këtu për të bërë një historik të problemin, po për të bërë një qasje kush do t'jenë hapat që ne t'i japim zgjidhje konkrete në afat të shkurtër dhe në mirëkuptim. Nëse ju keni nevojë për ndërhyrjen e parlamentit për të rregulluar ndonjë aspekt ligjor, keni gjithë gatishmërinë tonë që siç kalojmë ligjet e integrimit me korsi të shpejt për 2 javë, të kalojmë këtë ligj që për ne është më i rëndësishëm. Nëse bëhet për VKM, na e thoni dhe jeni ju në dorë që ta kaloni VKM në mënyrë të shpejtë, nëse ka nevojë për vendimarrje rektorati, na e thoni dhe të bëhet presioni i dur edhe nga ministria edhe nga ne tek rektorati, sepse duhet gjetur një zgjidhje e shpejtë dhe një zgjidhje që i shkon për shtat kulturës kombëtare shqiptare, si nga ana e trajtimit financiar, si nga ana e trajtimit profesional, por si nga ana e faktit që nuk mund të bëhemi ne pengesë për një jetesë dinjitoze dhe një karrierë profesionale dinjitoze të artistëve shqiptarë. Se kështu bëhemi pengesë dhe mund të shkojmë para asaj situate ku një ditë të bukur, zoti Gjipali, Zoran Alban e të gjithë, të thonë ne po ikim fare nga Shqipëria, po shkojmë po rrim në Rom, në Prag, kudo tjetër, na vlerësojnë, marrin më shumë para dhe urime, vazhdoni mbani ju kërkimin shkencor të njërit apo të tjetrit, ndërkohë që nuk ke jetën artistike dhe veprën artistike. E kisha këtë gjë përhyrje për t'ja u thënë zot Tola që nuk jeni në bankën e të akuzuarve, por duam zgjidhje, duam të na bëni të na thonë, duam të na thoni zgjidhjet për këtë situatë. Dhe sigurisht, meqense jeni këtu, të merrni parasysh kërkesën e sindikatëve, e sindikatës universiteteve, që në grupin e punës për ndryshimet që jeni duke bërë, jeni duke diskutuar për ndryshimet e ligjit të arsimit lartë, të keni përfaqësues nga sindikata. Nuk ka asnjë kuptim që të bëhen grupe pune pa përfaqësues. Po, ti përmbledh. Pa përfaqësues nga sindikata. Se në momentin që ju s'keni përfaqësues nga sindikata, do t'ju dalin pastaj her pas here probleme të tilla dhe do të kemi probleme ligji, probleme diskutime ashtu në kuvend, dhe është mirë që t'i fusni që tani në grup pune, që t'i diskutoni në kohën që është për t'u diskutuar dhe jo mbas faktit të kryer kur e sillni këtu. Fjala për ju, zot Tola. Faleminderit, zonja kryetare. Duhet të thënë së pari që ne sot jemi të ftuar në cilësinë e palës dëgjuese të shqetësimeve të profesorat të arteve. Patjetër që ne jemi ndjeni, sikurse e tha edhe zoti Gjipali, ne jemi takuar, kemi diskutuar. Ministria e Arsimit ka ndjeni për gjithçka, domethënë janë ankuar profesorati. Jemi duke i shqyrtuar me shumë kujdes, edhe vetë ministri zonja Kumbaro është angazhuar me këtë proces. Nga ana tjetër kemi ngritur një grup pune i cili këto ditë do të shkojnë në Universitetin e Arteve për të verifikuar të gjithë procedurën, nga fillimi deri në fund, si janë dhënë, si janë trajtuar, ku është ngrëçi, ku është problematika, për të kuptuar dhe pastaj për të dhënë një zgjedhje. Por më tepër se kaq, domethënë nuk mund t'ju them në këtë fazë sepse jemi në fazën që ne po e shikojmë dhe po e studiojmë këtë problematikë. Dërsa në lidhje me kërkesën e sindikatës për të përfshirë në grupin e punës për ligjin, e kemi njoftuar sindikatën që ne patjetër që do ta vlerësojmë dhe mund ta konsiderojmë, por duhet patur parasysh që ligji kalon në disa faza. Ne jemi në fazën e mbledhjes nevojave, mbledhjes propozimeve, ku është ngritur një grup pune për të vlerësuar këto propozime, këto nevoje kështu me radhë, dhe më pas përsëri do ketë grupe të tjera pune për hartimin e projektligjit, do ketë grupe të tjera pune për konsultimin e kështu me radhë. Kështu që patjetër që edhe sindikata mund të përfshihet në vazhdim, sepse procesi do zgjatet më së do. Faleminderit. Faleminderit zot Tola, atëherë më lejoni të jem më specifike në pyetje, se ndoshta nuk u kuptua. Unë besoj që Ministria e Arsimit ka djeni për problemin, se është një problem që nuk është sot dhe ju tani po e dëgjoni dhe t'ju japim në kohë që ju të merrni masat. Besoj se është shuza, ju jetoni me realitetin akademik, besoj. Kështu që në këtë aspekt dëshirojmë edhe për informacion publik, po edhe si antar,
të na thoni realisht se ku është ngërçi dhe çfarë hapash janë bërë. Nuk mund thoni ta shikojmë tani në vazhdim, se nuk lindi problemi sot, tani që i thirrëm ne dhe ju kujtoheni, vjen mirë që mbasi i thirrëm ne jeni kujtuar ti thrasi dhe ministri në orën 3, ta dia ju kisha thirr pak më shpejt, po më mirë vonë se kur, kështu që zoti Tola sa zë praktikisht. Pra, grupi punës është ngrit për ligjin, është gjë tjetër. Zoti Tola. Shumë dakord jam që grupi punës është ngritur, na e thoni po ku grupi ka punës Jo, po s'ka lidhje politika fare. Dëgjuat gjë ju për politikë këtu? A dëgjove gjë? Se unë s'di të ketë ndonjë nga ne ndonjë lidhje politike. Jo, unë do të them një gjë. Një sekond të them diçka. Nuk ka lidhje. Të them vetëm dy gjëra unë. E para një herë që këto tituj e para janë akorduar, kanë 2 vjetë e gjysmë që janë akorduar nga Senati Akademik, që është organi më i lartë ligjvënës i Universitetit të Arteve. Dhe ky vendim i Senatit dhe tërë kjo procedurë nuk u bë as me iniciativën e rektorit, as me iniciativën time apo të kolegëve të mi. Ky u bë nga një urdhër i Ministrisë të Arsimit që i tha filloni këtë procedurë dhe bëjeni. Tashti na vjen mirë që ka një impenjim tash mbas zhurmës që ne bëm, edhe mbas ngritjes së problemit, pasi ka arritur vërtet, siç e tham në fillim, mos t'i kthehemi prapë të njëjtave gjëra, ka arritur jemi në momentin që diskutohet ekzistenca e atij institucioni për mungesë të titujve. Po diskutohet vërtet ekzistenca dhe nuk është se, ju thash përsëris edhe një herë, nuk është se ky problem lindi sot dhe është i paditur. Ministria e di dhe procedurën dhe të tëra. Megjithatë, ne jemi shumë dakord të vinë t'i hedhin një sy, po ju thash edhe një herë që ministria ka dijeni dhe nuk është shumë logjike që kujtohet sot ta shikojmë edhe një herë procedurën. Megjithatë, nuk ka problem. Ta shikojmë procedurën, biles ne jemi marrë vesh edhe me të gjithë, ne do duam që dhe në grupin që do vi që të shikoj procedurën të ketë përfaqësues dhe nga ne. Pasi përsa i përket koeficientit artistik të vlerësimit të dosjeve dhe apo kritereve, më mirë se ne nuk mund ta di askush këtë. Tani, më falë që ju ndërpres zoti Gjipali, ju falenderoj. Tani, unë qartësisht e kuptoj kështu, zoti Tola, problematika sot nuk ka dalë që janë parë dosjet me mangësi dhe kush ka qenë procedura që janë marrë tituj që ne t'i kthehemi procedurës. Pra, nuk e kuptoj kështu, ma shpjegoni nëse unë jam gabim. Pra, nuk mendoj, po mund ta merrni po. Nuk mendoj që ka qenë kjo ideja. Ideja është që titujt janë marrë sipas ligjit dhe nga Senati Akademik, janë dhënë sipas procedurës dhe problemi ngërçit paktën si e kuptoj unë është që këto tituj të marrë tashmë në mënyrë të lishme sipas ligjit, ja u referoi dhe pedagogu pjesën e ligjit, besoj dhe ju e dini, këto tani nuk prodhojnë efekte financiare dhe administrative. Pra ngërçi është këtu si të prodhojnë këto efektet financiare të duhura dhe efektet administrative për të zgjedhur në organe dhe për të garantuar nesër ekzistencën e departamenteve, fakulteteve. Pra nuk është ngërçi si janë dhënë, që të shikojnë procedurën. Ngërçi është këtu. Pra ju duhet të shikoni kush është rruga që këta të marrin trajtimin e duhur financiar dhe administrativ. Dhe unë nuk e kuptoj pse shërben ky grup i punës për prandaj pra po japim pyetjen, ja ta dëgjojmë. Ta mbaroj unë pyetjen. Pra, pse shërben grupi i punës për verifikimin e procedurës, si do ndikoj kjo tek dhënia e pjesës financiare dhe administrative? Pra, pse nuk ngrihet një grup pune që të shikoj ku është ngërçi financiarisht, ndoshta buxheti, ndoshta një VKM, ndoshta një udhëzim apo administrativ, po ngrihet për të harxuar dhe nga 6 muaj kohë për të parë tituj që këta patjetër rregull i kanë marrë. Çfarë kuptimi kanë, nuk i kanë marrë këta në rregull ndaj të marrin pjesën financiare, se nuk më bën sens as logjik tani çfarë po kërkoni. Po, patjetër, unë ja u dhash fjalën, mundet. Po, faleminderit. Atëherë për ta sqaruar edhe një herë. Grupi i punës nuk do ngrihet përpara procedurës që janë titut. Është ngritur për të parë gjithçka në lidhje me këtë temë dhe me këtë ankesë që ka paraqitur profesorati. Pra, gjithçka, patjetër që do propozoj do sjellë edhe rekomandime se si do të zgjidhet e gjithë problematika. Duhet kemi parasysh faktin që VKM-ja e statusit dhënë duhet kemi parasysh që VKM-ja për dhënien e statusit veçantë Universitetit të Arteve është bërë me propozimin e vet Universitetit të Arteve të miratuar nga organet drejtuese. Ministria e Arsimit e ka propozuar në qeveri dhe e ka miratuar. Ministria e Arsimit nuk i ka penguar për të ndjekur dhe dhënë titujt sikurse përcakton
VKM-ja në fuqi dhe statuti i brendshëm institucionit. Do të mbajmë konsiderat që universitetet kanë autonomi akademike dhe financiare. Të gjitha procedurat janë brenda universiteteve, përfshirë Universitetin e Arteve, dhe vendimarrja është vetëm e Universitetit të Arteve. Pra ju sugjeroni, Zonja Kushi, pra ju sugjeroni që ju e ngrini grupin e punës thjesht për ta parë dhe prapë vendimarrja i takon universitetit, apo ju duhet ndërhyni me një mënyrë zgjidhje? Për ta përmbyllur, grupi punës do sjellë rekomandime të cilat patjetër që do vlerësohen, nëse do ketë nevojë që të ketë ndërhyrje në akte, patjetër që do bëhen ndërhyrje në akte, sigurisht për të zgjidhur të gjithë të problematikë e cila ka filluar në 2024, por që tani është bërë më prezente. Po që ju ngrini grupin e punës në maj të 2026, sepse ne kemi të paktën 3 muaj që merrem me këtë që po e ndjekim dhe po e vlerësojmë. Faleminderit zoti Tola, do ju kthehem përsëri të jap fjalën zonjës Kushi se unë nuk e kuptoj sinqerisht, unë sot prisja zgjidhje nga ju të diskutonim çfarë jo në moment se është i problemi 2024-ës, po unë nuk e kuptoj këtë zgjidhje në fakt. Thjesht ngrihet një grup pune, ne jemi në maj, do t'ja jap zonjës Kushi, ne jemi në maj, ne jemi në muajin maj dhe mbaron viti akademik tani në qershor. Sa të ngrihet grupi punës, kismet në shtator, pra ne nuk jemi këtu si t'i tregojmë atyre kush është rruga për ta çuar në kalendat greke. Ne jemi këtu për t'i dhënë një zgjidhje. Dhe s'ka lidhje fare as politikisht, as jo politikisht, as nuk e dim. S'është sot për të ngritur sot grupi punës. Zoti Tola e di shumë mirë pasi ka marrë takim edhe me mua personalisht. Dhe një problematikën. Dhe një njerëz që e njeh problematikën, duke qenë sekretar i ministrisë e di shumë mirë edhe zgjidhjen. Kështu që ti themi gjërat siç janë. Po, pjesë e problemit nuk kemi qenë dhe ne fillimisht. Që 125-a nuk është se na e ka qartësuar 100% se si duhet të... Po këtë nuk e dim ne, po jo një që drejtojnë që i ka të tëra në dorë. Zonja Kushi, po. Faleminderit kryetare. Edhe unë dua t'ju uroj mirëseardhjen edhe të shpreh gjithë vlerësimet dhe respektin për pedagogët artistë që janë sot këtu në komision. Unë ndoshta pak më shumë se kolegët e tjerë, të gjithë e kemi ndjeshmërinë shumë të lartë për këtë çështje dhe për t'ju mbështetur, nuk diskutohet, por unë kam këtë ndjeshmëri pak më të lartë edhe për arsyen sepse kam patur fatin që të shërbej në Ministrinë e Arsimit gjatë kohës kur është miratuar kjo VKM. Nuk po them që kam qenë unë që e kam firmosur se s'dua të marr merita më shumë se ç'm takojnë, sepse ka qenë si në fakt. Sigurisht pra. Prandaj pra, po nga që supermend këtu e ndjeva vet tani përgjegjësi që ta them këtë gjë. Pra kam patur fatin dhe po them nuk dua të marr merita më shumë se ç'm takojnë, sepse kjo VKM është firmosur prej meje, por ama është hartuar nga një grup pune i përbashkët. Siç e tha zoti Tola, është iniciuar me kërkesën tuaj, mua më kujtohet që në ditët e para të punës time, kam zhvilluar takime me përfaqësuesit tuaj, ka qenë edhe ish rektori Kastriot Çaushi që ka këmbgulur shumë, edhe rektori aktual që ka qenë zëvendës rektor, po dhe shumë pedagog të tjerë, dhe kishim të gjithë vullnetin maksimal që ta zgjidhnim këtë çështje për të dhënë statusin e veçantë, sepse ju kishit vite që e kërkonit dhe ne arritëm që së bashku ta hartojmë, pra i gjithë teksti i VKM-s është hartuar së bashku. Edhe ekspertët e ministrisë, po dhe pedagogët e universitetit. Do më kërkoj ndjes për mungesën e modestisë vetëm në një detaj, që së bashku me kolegët e ministrisë kemi këmbgulur kaq shumë dhe i kemi rezistuar edhe atyre që nuk, grupimeve të caktuara që nuk ishin dakord për trajtimin e veçantë për privilegjin në thonjza që po ju bëhej artistëve, pedagogëve të Universitetit të Arteve, sepse paralelisht ju përmendët për shembull edhe mjekët, përmendët dhe arkitektët këtu. Do me thëmë, për analogji dhe ata, dikur që refuzonin, kërkonin, thonin, po mirë, pse një arkitekt që bën një vepër arti shumë të madhe dhe shumë të rëndësishme, pse të mos i ekuivalentohet edhe ati me grada shkencore, kjo gjë.
Po ndërkohë nuk është bërë, apo dhe një mjek, për shembull, mund të thoshte pse një operacion i rrallë që bëj unë në tru apo në zemër të mos ekuivalentohet ashtu siç u ekuivalentua për ju. Megjithatë ne arritëm të rezistojmë të gjitha këtyre problemeve dhe unë sinqerisht jam krenar, jam shumë e lumtur nëse do kthehesha pas në kohë përsëri do kisha luftuar kaq shumë sa që luftuam atëherë që Universiteti i Arteve, të lutem zonja Zhupa, ta përfundoj të lutem. Pra, unë jam krenare që punuam kaq shumë për ta bërë këtë. Jo për të marrë merita dhe një herë, po sepse e besoj edhe sot që po, duhet dhënë statusi i veçantë dhe ju duhet të keni trajtim të veçantë. E bëm së bashku këtë gjë dhe e përsëris çdo pikë e VKM-s është dakordsuar me ju. Deri sot dhe mua po më vjen kaq keq tani që dëgjoj që ajo punë që ne e bëm së bashku dhe për cilën unë jam krenuar këto vite, pas ka rezultuar, pas ka përfunduar jo në sukses edhe jo në Megjithatë, pra unë edhe sot e përsëris jam në mbështetjen tuaj, padyshim do jemi të gjithë bashkë në mbështetjen tuaj, por një mbështetje që të jetë ligjore, që të jetë një mbështetje në përputhje edhe me legjislacionin në fuqi, edhe me këtë VKM, sepse unë po i rikthem përsëri tani VKM-s për shembull, ku këtu në pikën 4 thuhet që ekuivalentimi i aktivitetit artistik dhe krijues me punën kërkimore shkencore bëhet vetëm për efekt të mësimdhënies. Tani a e kemi hartuar siç duhet apo jo, se këtu kur thuhet vetëm për mendimin tim jo. Pra, në qoftë se ne këtë VKM që e kemi hartuar së bashku, e kemi hartuar kështu, duhet ta shikojmë pak me kujdes, sepse këtu për shembull përcaktohet edhe procedura se si do jepen këta titujt në varësi të vendeve të punës. Pra, jo këtu, ashtu si e kuptoj unë tani kur i rikthehem, se ka vite, pra qëllimi nuk ishte që hajt i japim gjithë atyre që kërkojnë titullin akademik të ekuivalentuar me punën artistike, por duhet të niseshim nga nevojat e institucionit, pra vendet e punës, pra si themi pozicionet që kanë nevojë për profesor, shpallen dhe aty aplikojnë pastaj pedagogët, artistët për këtë vend. Por në qoftë se VKM-ja pra nuk është zbatuar siç është shkruar, pastaj kemi problem gjithë bashkë. Ju dhe unë bashkë me ju edhe gjithë ekspertët që e kemi bërë. Pra, prandaj po them, juve në asnjë moment nuk më thatë që problem është VKM-ja. Ju thatë është zbatimi VKM-s, por ama duhet kemi që kujdes se unë kam përshtypjen që dhe VKM-ja nuk parashikon që automatikisht një pedagog me karrierë artistike, me arritje artistike, automatikisht mund të bëhet profesor apo profesore asociuar apo etj. Pra ka disa detaje këtu që duhet i shikojmë me kujdes nga ana teknike. Në atë kohë jura dakord, ju e kërkuat në çdo pikë. Dhe prandaj thash nuk i marr meritat unë se sigurisht nuk e shkrova unë kisha vullnetin shumë të mirë me gjithë kolegët e tjerë të ministrisë, edhe sigurisht ishte vullneti i qeverisë, se është vendimi i Këshillit të Ministrave, por dhe ai grup pune dhe unë këtë dhe për këtë këmbgul tani që grupi punës që është ngritur nga ministria ta shoh në detaje që nga VKM-ja dhe zbatimi i saj më pas në Universitetin e Ardhur. Kështu që dhe një herë e përsëris mbështetjen time siç e kishit atëherë, se nuk e di jeni në dieni apo jo, se dëgjova thatë vetëm i kemi paraqitur shqetësimet zonjës Kushi, po nuk thatë që së bashku kemi arritur një gjë shumë të madhe, ha? Nuk jo se dua merita, po mbaj mend që sa shumë jemi lodhur atëherë. Kështu që faleminderit. Edhe mbështetjen time do ta keni gjithmonë, ëh. Po, me mikrofon në asnjë vend të botës nuk mund të krahasohen një universitet mjekësia, inxhinieria, arkeologjia me Akademinë e Arte. Jo, nga që ju bët një paralelizëm, thatë, nëse do të ishte ky kriter, atëherë duhet të funksiononte kështu dhe në mjekësi. Nuk mund të jetë kështu. Për një arsye, në të gjithë botën shkollat e artit jo më kot kanë krejtësisht dhe nuk është e detyruar në pjesën më të madhe të vendeve të botës që pedagog shumë të nderuar artistë të mëdhej në botë të kenë tituj
akademik që të ndërsa mjekësia është diçka krejt tjetër dhe kështu ka funksionuar gjithmonë, jo vetëm te ne, po në gjithë botën. Zoti Rudi, po. Zëna Kulli, vetëm një ndërhyrje është bërë një gjë shumë e mirë në atë kohë. Unë që, si më thënë, fjala guxova është e madhe, se ne jemi në një tryez, atëherë kam guxuar edhe si antar në cilësinë e antarit Senatit Akademik. Pra, kur na ka ardhur drafti dhe na është prezantuar, unë kam qenë antar i Senatit Akademik aso kohë dhe pikërisht këto momente kam kundërshtuar. Sepse ju a thash edhe kur mora fjalën pak më përpara, juve thatë luftuam për të arritur një gjë për ju. Shumë faleminderit, është një gjë e jashtëzakonshme, por nuk është e jashtëzakonshme në të njëjtën kohë. Pse? Sepse nuk është bërë asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa që ndodh në universitetet si Motra dhe si më thënë e cilësoj universitetet. Pra, nuk është si me thënë, kualifikimi universitet ose cilësimi universitet ose më tek shkollat si tonat, fakti që nuk mund t'jepen këto tituj. Dhe kur unë ju thash tek fjala që mora pak përpara, atëre edhe ne ishim kompleksuar nga fjala e madhe kërkim shkencor, nuk e thash më kot, sepse në cilësinë e antarit Senatit Akademik, ja thash dhe atëherë profesorëve të nderuar. I thash pse mos të kemi të njëjtin trajtim që kanë të gjithë universitetet në Beograd, në Rumani, në Vjenë, sepse kërkimi shkencor duke një fjalë ndoshta më interesante. Gjithmonë njeriu kërkon atë që s'ka. Pra, jo, sinqerisht, unë kam vrarë mendjen për këtë punë dhe kam thënë si ka mundësi në një institucion ku 99% në aktivitetit të shkrimtari dhe interpretim, pra Fakulteti i Artit Skenik ka bërë një gjë shumë të mirë për shkakun me doktoraturën e tyre. E kanë bërë doktoraturë e artit skenik. Dhe quhet doktoraturë shkencore. Okej. Po aty brenda janë të gjithë brenda. Është edhe interpretimi, është edhe krimtaria, pra nuk është vetëm punimi teorik. Sigurisht që ata bazohen kryesisht në punim teorik, por e kanë këtë hapësirë. Pra, ne jemi 3 fakultete, jemi bashk, por sigurisht kemi edhe ne ato kufizimet dhe cilësimet dhe specifikat tona si fakultete. Ne për shembull si më thënë, model raportimi të përbashkët e kemi të vështirë të veprimtarisë tonë vjetore, e kemi të vështirë ta harmonizojmë 3 fakultete bashkë. Pra jemi një universitet, po kemi specifika. Dhe tek muzika sidomos, edhe këtu e mbyll, kam përshtypjen që kolegët e mi të muzikës kanë qenë të kompleksuar nga fjala kërkim shkencor. Dhe me qenë se, edhe këtu gjej rastin them edhe një fjali të fundit, mos harrojmë që në ndryshim nga Rumania për shembull, ku doktoraturën e vuri si kusht tek të gjithë stafi akademik, pra jo vetëm tek profesorët e asociuar të profesorët, po tek të gjithë në momentet caktuara dhe ata pa sigurisht që gjetën mënyrat e tyre për ta zgjidhur. Këtu tek ne u la dhe siç duket këtu nisi dhe konflikti brezave, po e them në thojza. Dikush që kishte kaluar etapën i shikonte me një çik pak më kështu ashtu. Tani unë nuk dua të hyj më tepër këtu sepse ne këtu jetojmë, sigurisht nuk kemi dhe mbarova. Pra, ka pas probleme dhe tek ne në atë kohë. Prandaj, nga pikpamja ligjore, unë besoj akoma që ka ende për të bërë duke ju raportuar modeleve. Ne nuk kërkojmë asgjë më shumë apo më pak se sa absolutisht ishte. Unë nuk e mohoj, kam qenë antar i Senatit, e pohoj këtu përpara jush që është miratuar me shumicë. Faleminderit. Zoti Gjipali, ja vetëm sa të mbyll atë. Po, merren. Tash e para një në parim unë nuk e diskutoj fare dashamirësinë dhe impenjimin e të gjithëve, po dua të them një gjë. Unë jam mësuar t'i them gjërat siç janë. Të paktën në fushën e funksionimit të institucioneve shtetërore, nuk është se ka ngel në një gjë që ta shpikim ne shqiptarët, do ishte e mira, do ishte që t'i merrim nga bota, siç është dhe praktik shumë e thjeshtë. Futu sot informacionin shku do i lirshëm, mund të futesh shikosh si e ka njëri, si e ka tjetri, po të mos i hym këtyre
që të diskutojmë pasaj jo po çështje dashamirësia apo çështje interesash e njërën tjetrën. Ne këtë lëvizje që kemi ndërmarr, që ju thash dhe njerë flitet për mbi jetesën e atij institucioni, hapat i kemi marrë shumë të matura dhe nga ana administrative dhe shumë të kalkuluara dhe me një rend shumë të qartë dhe shumë të përcaktuar. Neve fillimisht kemi kontaktuar kryeministrin, kemi patur na kanë pritur me dashamirësi të them të drejtën, edhe na kanë kërkuar edhe sugjerimet tona për sa i përket anës ligjore, çfarë mund ta zgjidhte këtë ngërç. Dhe po ju lexoj pak për të qenë të saktë që ta kuptoni dhe juve, zonja Kushi. 3 pika që kemi kërkuar. 1. Kërkohet ndryshimi i udhëzimit numër 29 datë 18/12/2019 për krijimin dhe administrimin e regjistrave shtetëror të gradave shkencore dhe titujve akademik të lëshuar në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar ky. Ky ndryshim ka për qëllim krijimin e hapësirës ligjore dhe administrative për regjistrimin të akshit të titujve profesor në arte dhe profesori asociuar në arte, duke ofruar kështu dhe garancitë e nevojshme juridike për çdo që ka fituar këto tituj. Pika e parë. Pika e Ti lexoj një herë të tëra. Kërkohet ndryshimi i VKM-s numër 748, datë 11/6/2009, për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të personelit akademik të institucioneve publike të arsimit lart i ndryshuar, ku të përfshihet edhe profesor në arte dhe profesor i asociuar në arte. Pika e dytë kjo. Dhe pika e tretë, kërkohet përfshirja e efekteve financiare të këtyre titujve në mënyrë të përhershme në buxhetin e shtetit. Njëkohësisht kërkohet që efektet financiare për personelin akademik që është promovuar me vendimet e Senatit akademik të datës 12 qershor 2024. Këtu thuhet të fillojnë që nga ajo datë, por kjo nuk është në mënyrë që të sigurohet trajtimi i barabartë dhe i drejtë i personelit. Pra, ne e dimë edhe këtë, prandaj thash, ne ju falenderojmë gjithsesi për impenjimin që ju keni patur. Nuk e vëm dot dorën në zjarr që grupi punës kanë qenë të tërë kaq dashamirë sa pretendoni ju, dhe për këtë ju garantoj. Tash unë them propozimet që janë bërë, se nuk ka logjik që tash ne të marrim, unë e thash që në fillim dhe unë i them gjërat shumë thjesht dhe shumë qartë. Nuk ka logjik që të më jepni mua, apo Manjoles, apo Orgesit, apo të tërve në merat, të më japësh një titull me të njëjtën procedurë, me të njëjtën meritokraci si më përpara, dhe të më vësh këto klauzolat që unë s'kam të drejtë as të zgjidhem. Domethënë që këtu jemi në një logjikë që vetëm dashamirësi nuk ka. Është shumë e vogël, ju thash që në fillim, është shumë e vogël dhe si zgjedhje. Kështu që unë them të mos i hym këtyre, dhe ne kur kemi filluar këtë lëvizje jemi marrë vesh, kemi thënë nga sot e mbrapa çfarë do bëhet. Prandaj unë prisja që dhe zoti sekretari i përgjithshëm, pasi këto shkresa që ne kemi çuar në kryeministria, kemi çuar dhe ministrisë. Normalisht, prandaj unë habita ky bën sikur më vesh tani. Edhe me ish-ministra në zonën Manastiriu, ka ardhur ka bërë takim në akademi, ka qenë po një shkallë, po një diskutime. Jo, jemi takuar personalisht edhe unë dhe Manjola me të, dhe për këtë problem, siç jam takuar dhe me juve kur keni qenë ju, ka marrë biles edhe me dekanin atëre dhe me kolegun tonë me Kastriotin, që kemi folur për. Patjetër. Jo, dakor. Jo, nuk ngatroj asgjë. Po pse çfarë dëgjuat ju që thosha tjetër unë që po ngatroj? Unë thash që ka marrë për këtë problem. Nuk thash asgjë tjetër. Më keq se ç'ishim. Pra, në fillim ishte problemi për të dhënë statusin e veçantë, dhe u dha statusi i veçantë, dhe tani del problemi. Prandaj po them që bashkë nuk jemi dakord për këtë problem. Jemi dakord për të marrë statusin e veçantë që zgjidhën bashkërisht. Tani dalin të problemet e tjera për cilat... Jo vetëm për statusin. Ne atëre kur kemi ardhur, unë ju kam sjellë dhe një dosje time, domethënë personale. Ajo s'kishte lidhje me statusin. Megjithatë nuk ka, s'ka asnjë lloj problemi. Ju thash, ne jemi të predispozuar, ne kërkojmë zgjidhjen e këtij problemi e këtij ngërçi. Profesionalisht ne jemi të tërë firmosim asistent lektor, që është grada më e ulët akademike, dhe kjo është
Do me thënë, artistët më të mëdhenj të skenës shqiptare kanë gradën më të ullët në Universitetin e Arteve. Tani hajde madje as kuptoj. Në raport me studentët nuk është një pozicion dinjitos që ne në shumë vërtet. Ju për shembull nuk e firmosni dot proces verbalin vetëm. Zonja Kushi, ju lutem. Ju në parashtrimin tuaj thatë që keni kontribuar te kjo VKM dhe shumë mirë keni bërë. Absolutisht shumë mirë keni bërë, detyrën tuaj keni bërë si ministre. Tani ajo që vlen është që ju i dhat një status në letër, por në praktik nuk ka ndryshuar asgjë. Dhe arsyeja pse ne jemi mbledhur këtu është ose ajo VKM nuk zbatohet, dhe duhet na i thot Tola pse nuk zbatohet, ose ajo VKM është gabim dhe na i thot pse është gabim dhe çfarë duhet ndryshojmë. Unë këtë prisja nga Zot Tola thot do ngreu një grup pune. Tani hajde ma kupto se çfarë. Po sepse ai ndërhyn te VKM-ja më zonja Kushi, ai bëre ti VKM-n. Po si ndërhyre ti do ndërhyet dhe tani, sepse ai bët ju një VKM. Po se keni kuptuar, nuk e keni kuptuar, keni 2 vjet kush është problemi. Tani do të filloni ta kuptoni. Pra ideja është hajde kemi një vullnet, zoti Tola, se ju erdhët këtu sikur është hera parë përshëndetje që njihemi dhe ta dëgjojmë problemin për herë të parë. Ne tani do duhet të vini me zgjidhje. Dhe mua kjo më intereson, zgjidhja, nuk më intereson thjesht problemi për ta ditur. Ajo për shembull që tha zonja Kushi mua s'më bën sens, se zonja Kushi tha kur hapet një vend i ri pune, të paktën po prandaj them, mua nuk më bën sens ajo gjëja, kur hapet një vend i ri pune të kenë mundësi të flasim dhe ne. Po, zoti Balla, kur ta jap punë. Pra, ideja zoti Tola është që ata janë mësimdhënës, janë pedagog, rrinë me vite në statusin e asistent lektorit, edhe kur i marrin titujt, nuk i njeh kushtitujt, nuk i njeh as nga ana administrative, as nga ana financiare. Ka që thjesht, ju e njihni problemin e çfarë mund të bëhet. Fjala për ju dhe më pas për zotin Balla. Zoti Tola ka kërkuar. Tak nuk është se e kërkova, po ju përgjigjem përsëri, ndjes për mikrofonin. Sikur se ju informova, ju thash shumë qartësisht që Ministria e Arsimit ka dieni për problematikën. Profesori e tha që jemi takuar, kemi diskutuar, po merremi, po shqyrtojmë, kemi ngrit një grup posaçëm pune jo sot dhe jo tani, po para rreth 2 javësh, dhe grupi punës do shkojë, do verifikojë dhe nga ana e lishmërisë, do marrë dhe dokumentacionin për të analizuar dhe për të parë ku qëndron problematika, sepse sikur se u tha edhe këtu në komision, që ne kemi dakurcuar me Universitetin e Arteve, i kemi dhënë status veçantë, ashtu sikur se ka ardhur i dakurcuar nga Senati Akademik, i cili është organi që përfaqëson të universitet, dhe kemi miratuar në atë format. Pra ju se dini sot kush është problemi? Tani ju lutem, a mund të përgjigjem? Po. Po të më thotë zgjidhjet pra. Po ai sekretari i përgjithshëm i ministrisë dhe thotë ky është Gërçi, se ju s'po na thoni kush është Gërçi që gjejmë zgjidhje. Problematikat e lindura do analizohen dhe do shikojmë gjithë problematikën se si mund ta zgjidhim në vim. Dakor? Sepse ne sot jemi si palë për të dëgjuar profesorët. Nuk jemi as për zgjidhje këtu, as për dhënë zgjidhje dhe as për ta diskutuar sot. Faleminderit. Po, do t'ja jap fjalën tani. Më vjen keq, nëse keni konceptuar si dëgjues, ju mund ta ndiqni dhe nëpërmjet të televizorit. Unë nuk ju kam thirr këtu për të dëgjuar. Unë ju kam thirr për të dhënë kontribut në zgjidhje. Po të jetë për dëgjuar, ashtu na dëgjon dhe kryeministri ne tani mbase live, se ka qenë edhe ai te Akademia e Arteve, po mos ishte bërë kryeministri do kishte këtë problem, edhe ai me titujt atje dhe do kishte marrë një rrog mizerabël. Po tani u bë kryeministër dhe ndoshta për kolegët e vet do të ketë një lloj afeksioni për t'i dhënë një zgjidhje. Tani unë nuk të kam ftuar për dëgjues, të kam ftuar për zgjidhje dhe për na dhënë hapat e dur dhe nëse të kishte nevojë për komisionin për të na dhënë se çfarë do të bëhet, sepse ju vini sot dhe zoti Balla ndjes vetëm 20 sekond, ju vini sot sikur është hera e parë që e dëgjoni këtë problem. Pa thënë çfarë është bërë dhe çfarë mund të bëhet. Dhe unë jam e keqardhur se i bie që do të shtyhet përsëri problematika. Unë do t'ju rithras përsëri këtu. Mos mendoni se bëjmë një dëgjes sa për të kaluar radhën dhe takohemi vitin tjetër me të njëjtin problem. Sepse kështu janë shtyr 2 vite e gjysmë. Duke bërë shkresa ca ndej këtej, duke ngritur grupune, duke verifikuar, duke mos bërë asgjë, duke ardhur zgjedhjet e radhës në universitet, duke ruajtur ata veten e vet
për të ricikluar të njëjtat pozicione, një dekan, një rektor, një zëvendës rektor, edhe në fund ditës kush fitoi, askush, vetëm një grup i vogël njerëzish që nuk kontribon as te kultura kombëtare, as te pjesa akademike. Zoti Balla, fjala për ju. Faleminderit zonja Zhupa, nuk kisha dyshime që edhe në këtë mbledhje ti nuk do ta politizoje. Në fakt ato janë çështje që ne duhet na bashkojnë, edhe unë dua ti falenderoj artistët dhe pedagogët e Universitetit të Arteve që kanë ardhur në komision dhe nga ajo që doli këtu gjatë diskutimeve, kërkesa në fakt që dalim te thelbi i problemit, kërkesa juaj që krijimtaria artistike të njihet dhe si gratë shkencore apo jo. Kjo është pak a shumë thelbi ekuivalentar. Dhe jo, nuk e thotë, këtë ndaj doja ta merja fjalën se jo dha një sy dhe VKM-s dhe VKM në fakt pavarësisht se është bërë shumë që është hartuar, sepse u ka thënë, siç u tha edhe këtu nga kolegja Kushi që ka qenë ish ministri i arsimit, ju ka dhënë një status veçantë, por në asnjë vend, asnjë pikë saj nuk thotë që krijimtaria artistike ekuivalentohet ose njihet si gratë shkencore. Nuk e thot. Për efekt me simdhënie por nuk e thot që njihet. Thjesht ja përsi mos marrësh lek për atë që jep mësim, nuk ka kuptim. Ta përfundoj unë fjalën time dhe pastaj se ju dëgjuam. Efekti mosimdhënie do thotë mosimdhënia ka dhe pagesë. Dhe pagesa është pjesë e kontributit financiar. Mosimdhënia nuk bëhet për hobi. Mosimdhënia bëhet për titull akademik dhe për efekt financiar. Ç'është kjo për efekt mosimdhënie po pa rrogë? Tani dhe zoti ekziston kjo. Tola që është edhe një orë si mirë, sepse ka vite që punon në Ministrinë e Arsimit dhe është marrë, besoj, me këtë çështje. E futi në një rrugë zgjidhje këtë problem se u tha dhe që është ngritur një grup pune që do vinë në universitet, do shohë si është situata, nëse ka nevojë pastaj për të ndryshuar VKM-ja ose ka nevojë për ndërhyrje të tjera ligjore, nuk mund ta thotë vetë zoti Tola si sekretari i përgjithshëm, por do ta thotë një grup pune, i cili mund të jenë edhe me ekspert, duke parë dhe procedurën se si janë dhënë këto tituj, po themi, nga Senati akademik, se Senati me vërtet është organi më i lartë akademik në një institucion të arsimit lartë, por vendimarrja e tij patjetër është e bazuar në legjislacionin fuqi, në ligjin e arsimit lartë dhe në udhëzimet e VKM që kanë dalë zbatim të tij. Që pasi të bëjë një pasqyrë të qartë se çfarë ka ndodhur realisht me dhënien e këtyre titujve, mund të japi një lloj zgjidhje duke ndryshuar VKM-n apo një zgjidhje që mund të ketë një marrë parasysh një ndryshim ligjor në mënyrë që edhe ju merrni zgjidhjen që kërkoni sipas ligjit. Faleminderit. Faleminderit zoti Balla, po zoti Kovaçi. Vetëm lutem. Po. Zoti Kovaçi. Në lidhje me apo zoti Gjipali, po të lutem ai ka mikrofon. Juaj andej funksionon me tjetër logjik, ne funksionojmë me tjetër logjik. Ju funksiononi me logjikën e politikani, unë ju thash që në fillim që Universiteti dhe Senati kur e ndërmori këtë procedurë nuk e mori as me iniciativën e tij, as me timen, as të Manjolës, me as të askujt. U mor vesh me organet më lartë. Kështu që kjo logjika që do vim ta shohim, ne jemi shumë dakord, nuk ka problem, të vinë të shohin, po është bërë çdo gjë sipas atyre që janë shkruar dhe që kishte dijeni ministria. Kaq kisha. M'fal Sandër. Ja zoti Kovaçi pas zona Topalle. Vetëm po ja zoti Kovaçi. Po, që të merremi vesh. Unë për vetën lidhje me problematikat e pikës 4 VKM-s. Po, e kam shënuar, po ma ka thënë zona Topalli. Foli zoti Balla? Nëse mundem më thënë drejtën lidhje me pikën 4 VKM-s të mund. Në pamje të parë nuk e di se si mund të kalu sekretari i përgjithshëm që është një nga juristët e njohur. Pika 4, unë them që është antikushtetues bile. Pse? Pse ç'a ndodh? Ti thu mbas pikës 4 që ti ke drejt me qenë profesor vetëm për mësimdhënie, jo për të bërë as dekan, as rektor, as shef departamenti, domethënë kjo është direkt shkelje drejt e njeriu. Pra, në këtë lloj formulimi, dhe kush e bën këtë formulim? Një rektor apo një zëvendës rektor apo një administratë e cila do të rrijë aty, edhe një minutë, unë them këtë e kam të sigurt se jam jurist. Jam jurist, po ta them unë, ky lloj formulimi është komplet në tejkalim të drejtave të njeriu. Domthonë ti thua që vetëm të lejohet vetëm ti je profesor për dëmsim, po jo profesor për të qenë dekan, as profesor për të qenë shef departamenti, mbas asaj logjike. Kush e kufizon këtë të drejtë, domethënë, pra, shumë rezulton, nuk e di ndoshta kam gabim, le ta konsultojnë vetë, më duket se ti këtu po
Është deklarat, shiko, zona Kushi, patjetër do t'ja jap tani një fjali, po zoti Kovaçi në fakt ka një qasje që është kushtetuta, një të drejtë, ose ta jep në mënyrë të plot, integrale, ta shfrytëzosh brenda të gjitha rregullave kushtetuese ose nuk ta e fare. Nuk mund të thuash ta jap gjysmake vetëm për dëmsim. Dhe mos marrësh as rrok, as të konkurosh, as një gjë, se nuk ka kuptim, nuk bën sens. Nëse keni dhënë kështu, keni dhënë shiko, e para një herë ne duhet të njohim hierarkinë e legjislacionit. Pra nuk mund të dalë as udhëzimi, as VKM-ja përtej ligjit apo përtej kushtetuesës. Po hajde ndrojmë ligjin. Tani kur u hartua VKM-ja, qëllimi kryesor ishte nga nevojat e institucionit. Pra, me gjithë respektin që kam për ju, nuk ishte qëllimi të niseshim nga nevojat që ka një pedagog apo një artist, po ishte nga nevojat e institucionit. Institucioni ishte në prag të akreditimit, me sa më kujtohet, dhe duheshin patjetër gradat e titujt, pra nuk mund të mbijetonte. Ndërkohë, ligji në fuqi, ta mbaroj. Ndërkohë, pra, ligji kishte kritere të qarta se si një pedagog, kudo qoftë ai, duhet i marri gradat e titujt. Dhe ne bëm atëherë, pra i dham këtë statusin e veçantë në mënyrë që pedagogët që ishin lektor, që jepnin mësim në master, që ishin titullar lëndësh, edhe pse nuk i plotësonin kriteret ligjore, të merrnin statusin e veçantë universitet. Edhe ata, do me thënë, të ekuivalentohej pra aktiviteti i tyre artistik për nevoja të institucionit. Qëllimi kryesor ishte që institucioni juve të gjithëve bashk, pra kështu. Mirë, tani unë i rikthem dhe njerë, në qoftë se ju nuk e keni parë atëherë VKM-n që e keni kaluar dhe në Senat, keni qenë të gjithë bashk dhe sot jeni të paktënar nga. Mirë pra. Po keni përfaqësuesit, keni të zgjedhurit tuaj, Pra, ata përfaqësuesit Senat janë zgjedhur nga ju dhe ju duhet i kërkoni llogari. Dhe Senati pra i ka dhënë titujt akademik. Megjithatë, unë dhe një herë, unë është e kohë që ne të vazhdojmë debatin, ne e kemi vullnetin. Ne të gjejmë hajde si do jetë zgjidhja. Dhe zgjidhja prandaj them duhet të jetë e kujdesshme dhe prandaj dhe zoti Tola s'mund ta thotë këtu, sepse ne duhet të jemi të kujdesshëm. Zgjidhja do jetë VKM-ja apo udhëzimi, apo mos ndoshta zgjidhet gjithçka brenda universitetit dhe s'ka nevojë për asnjë. Prandaj po them edhe një herë. Prandaj po them që duhet parë me shumë vëmendje kjo. Zona Kushi, faleminderit. Absolutisht mund të jepni një kontribut edhe për shkak të pozicionit si ish ministre e arsimit edhe për shkak të pozicionit sot Zona Kushi është përsëri nënkryetare e komisionit tjetër të arsimit, kështu që patjetër kanë lidhje dhe e vlerësojmë kontributin tuaj, por është e rëndësishme të kuptojmë që edhe digjesa dhe qasja jonë ja u garantoj dhe zotit Balla, nuk është sot për të prezantuar problemin, nuk është as për të dalë nga këtu me zgjidhje të përcaktuara, por aman, ne bashkarisht duhet kuptonim që këto janë hapat, 1, 2, 3 hapa që do ndiqen për të gjetur zgjidhjen. Në qoftë se ne sot themi që hapi i parë është të kuptojmë kush është problemi, atëherë është për mua është shumë problematike, sepse sot duhet kishte një panoramë shumë të qartë Ministria e Arsimit të problemit dhe duhet kishte ardhur me hapa që do ndiqen. Mund të jetë 1 hap, 2 hapa, 3 hapa të caktuar, po duhet ketë një plan pune për këtë gjë. Nuk mund të thonë hajtë kuptojmë se kush është problemi. VKM-ja në vetvete duket qartësisht që nuk i ka prodhuar efektet që duhet kishte prodhuar. Dhe VKM-ja nuk është një nder ndaj Universitetit të Arteve. Është një VKM në përputhje me çdo model tjetër në vendet europiane dhe në botë që vlerëson artin, kulturën si diçka të veçantë dhe si një kontribut veçantë. Sepse edhe provimet se si hynë në universitete janë të ndryshme të Universitetit të Arteve nga universitetet e tjera. A janë të ndryshme provimet? A është ndryshëm profesionalizmi? A është ndryshëm qasja mësimdhënde individuale? Pra aq kohë sa është ndryshëm i gjithë procesi që nga fillimi, do t'jetë ndryshme dhe mënyra se si vlerësohen pedagogët dhe se si bëjnë karrierën. Nuk mund t'i thuash, je profesor kur më duhet muajt që të quajmë departament dhe fakultet, por nuk je profesor kur të duhet ty për të marrë rrogën dhe për të bërë avancim në karrierë. Se kjo është nonsens logjik dhe është detyra jonë si ligjvënës të japim zgjidhje, sepse artistët nuk kanë pikë ngjyrimi, por kanë vetëm kontribut për kombin shqiptar. Dhe këtë dua ta saktësoj. Zonja Çakëri, fjala për ju.
Faleminderit kryetare. Atëherë do ta nis fjalën time me jo çfarë është bërë, por çfarë duhet bëhet, sepse ju dëgjova me vëmendje, unë kam një eksperiencë akademike, as pak në arte, kam mbaruar për financë, por gjithsesi për të parë nga ana tjetër. Nuk është e bashkohet shumë arti me ekonominë, po çdo gjë patjetër të çon aty. Shumë respekt për gjithë ju që jeni këtu sot. Ne jemi në kuadër të asaj rrugës drejt Bashkimit Evropian, por kjo duhet parë në gjitha dimensionet dhe patjetër duhet parë dhe në dimensionin e artit. U mundova të merrja sa më shumë informacione dhe materiale se çfarë bëhet në vendet afër nesh, apo që janë pjesë e Bashkimit Evropian. Së pari Gjermania i njeh artistët sipas çmimeve roleve që kanë, ju jep një titull profesor artistik. Profesor artistik që do të thotë ju mund të bëheni më pas qoftë dekan, shef departamentit, jeni pjesë e senatit, apo Italia ka një sistem të veçantë pikëzimi, pavarësisht se universitetet apo shtetet vendosin se kanë pavarësinë e tyre në mënyrën se si ato do performojnë apo do të marrin vendime. Megjithatë, besoj që dhe ne duhet të bëjmë një punë sa më konkrete në këtë pjesë, sepse fjalë për fjalë në Europë thuhet që performanca skenike është laborator i artit, dhe ky është laboratori juaj. Respekte për kontributin tuaj dhe mendoj që kemi shumë punë për të bërë këtu. Faleminderit. Faleminderit zona Çakëri, zona Topalli, fjala për ju, më pas zoti Pashaj. Unë ju falenderoj shumë për praninë tuaj në këtë tryezë. Kjo është një tryezë krejt ndryshe nga gjithë takimet e tjera të komisioneve parlamentare. Sigurisht që çështjet që trajtohen janë çështje të dinjitetit institucional përpara se të trajtohen ndryshe, janë çështje të standardit shtetëror dhe janë çështje të një peshe që politika duhet majnë për të vlerësuar atë që ne konsiderojmë vlerë tonë kombëtare. Nuk e dija se ishte çështje e mbijetesës së institucionit tuaj dhe kjo bën shumë të rëndësishme, jo diskutimin këto, ju e keni bërë atë me median përpara dhe ja keni dalë, në fakt, dhe du ta vazhdoni ta bëni se pa presion nuk arrihet. Çështja, ju keni formësu breza dhe mu mbjen zor që të trajtohet këtu një që çështja kulturës dhe të artit të trajtohet si çështja administrative. Nuk trajtohet arti që është identiteti jonë kombëtar, si një sportel administrativ me formula apo e tjerë. Ne që jemi në parlament prej kohësh di se në momentin që krijon një grup pune atë e ke shtyr në kalendat greke. Dhe mos më thot kush se nuk është kështu, është vetëm kështu. Ndaj dhe zgjidhja është çështje vetëm e vullnetit politik. Vetëm çështje e vullnetit politik. Duam që t'i japim atë që i takon, apo duam që të sillim një rrotull e shumë vite tjera dhe pastaj, por problemi është se nëse mbyllet ai që ka, arti nuk është një gjë as si ekonomia, as si matematika, as si juristët e tjerë. Është ndjenjë, është botë, është qenia jonë kombëtare. Ndaj dhe nëse politika mendon se duhet ta mbështesin atë që është krenaria jonë kombëtare, ajo bën për 5 sekonda. Do ju them një gjë. Kur është puna për të kalu ligje që kanë të bëjnë me interesa të një grupi të caktuar, për porte, portile, investitor strategjik, e dini për sa shpejt i kalojmë ne në parlament? Më pak se për 3 ditë. Kur atë çështje për arsimin, për çështje thelbësore, të jetës, të ekzistencës, të krenarisë tonë kombëtare, ne këto na marrin vite. Nuk du të bëj politikë, s'du të them kjo anë apo jo anë, kemi pas edhe ne problemet tona, por është vetëm çështje e vullnetit politik, kështu që unë nuk dua të shtyhem më tej sepse kam frikë se jo dëmtoj. Unë dua që të zgjidhet çështja dhe mendoj se deputetët e maggjorancës kanë mundësinë. Ministri Arsimi sot ka qenë ministre e kulturës, i takon që ta zgjidhin. Nuk e di nëse zgjidhet me BKM apo me ndryshimin e ligjit, po cila do që t'japin zgjidhjen,
Po t'jetë vullneti politik, zgjidhet për javë. Po të mos jetë, pastaj bëjmë komisione, grupe pune, të tjerë. Faleminderit. Mere. Merrni me mikrofon. Brenda asaj, për efekt mësimdhënie mund të futet gjithë çka brenda, çfarë të duash. Prandaj unë thash që në fillim që këtu bëhet fjalë për është çështje dashamirësie. Duam të kapemi te ligjet e këto, i dim dhe ne ka gjëra që ligji është interpretim. Sigurisht, po nuk besoj. Po mirë më ja dhe unë po ju them logjikën. Ajo fraza për efekt mësimdhënie po dal nga profesioni im. Ajo thot për efekt, po se s'ka lekët universiteti e thashët u kapat e specifika, s'ka lekët, pa po të kish lekët do na i kish dhënë. Patjetër. Po. Jo. Atëre, Zoja Kushi, ja u thash edhe pak më përpara, besoj se mësimdhënia nuk konceptohet pa kontribut financiar. Pra nuk është të jep mësim, pjesë e mësimdhënies është marrësh pagën për atë mësimdhënie. Pjesë e mësimdhënies është të avancosh në tagrat brenda departamentit tuaj. Pra, është edhe çështja e interpretimit dhe vullneti. Tani nëse kemi vullnet për t'i dhënë zgjidhje, japim shumë shpejt. Nëse kemi vullnet për të krijuar ngërçe, krijojmë dhe ja 10 të tjera. O Zoja Kushi, po unë mendoj se ju keni bërë një tani unë mendoj që kur është bërë VKM-ja keni pas vullnetin për t'i dhënë zgjidhje. Dua ta besoj. Nëse keni pas të vullnet, atëherë zbatoni të njëjtin vullnet. Nëse thoni tani që VKM-ja është bërë keq, tregon që keni dështu ju, kështu që unë nuk dua ta besoj këtë. Po, tani nëse VKM-ja është mirë, jepini zgjidhje se i keni bërë të dyja, se keni aq gjatë, domethënë se ai keni bërë të gjitha vetë, kështu që nuk keni dhe kujt ia hidhni fajin. Zoti Pashaj, fjala për ju. Ju falemderit për prezencën që jeni këtu. Ndoshta është takimi i dytë që unë ndjehemi nderuar në këtë komision, sepse mas takimit që kam pas me shkrimtarët, sot kam takimin me ajkën e artistëve. Respektojmë të që bëjë dorën. Ju falemderit edhe herë për prezencën. Është një prezencë që për mua është vetëm krenari, se kam bëjë këtu me tenor, me këngëtar solist, me artist të artit viziv, me regjizor, produktor. Biles kemi të bëjmë edhe me 2 instrumente shumë të rrallë që kanë sot fagoti dhe kono. Dhe ju falenderoj për gjithë mundimi që përmeni. Unë nuk du të zjatë me fjalime politike, por du të shkoj direkt në një apel që du t'i bëjë Zotit Tola. Unë po marë si shkas thënien e Oscar Wilde që thoshte një njeri që nuk krijon, një njeri që nuk bën, një njeri që nuk nxën, fillon e jepsi. Këtu kemi të bëjmë me shembull komplet kundër. Këta janë njerëz që krijojnë, që nxejnë, krijojnë dhe si nuk mund t'i jepet titulli, nuk jam shumë perpleks që për këtë gjë. Sepse kudo që kam shku, kudo që kam jetu dhe disa vite në Itali, mjafton të veprimtaria krijuese dhe jepeshin titull. Dhe Italia është e famshme për këtë gjë dhe po të marrë një shembull siç ishte Alberto Sordi, nuk ishte shkollë, vetëm ishte thjesht një artist dhe i dhanë gjithë titujt që duhet i jepsh. Dhe në fund jetës vetë i dhanë dhe honore causa. Ju lutem Zotit Tola, mundohuni të krijoni mënyrën më të mirë teknike, se unë nuk ju ndihmoj dot, sepse këto janë bëjnë me ligje teknike, gjëra teknike. Unë jam parlamentar, nuk jam politikan, dhe këtu unë ju bëj një apel si parlamentar, ju lutem na nderoni dhe neve që jemi pjesë e parlamentit, që kjo gjë të zgjidhet sa më shpejt. Ju falemnderit. Faleminderit Zoti Pashaj, dua t'ju falenderoj për herë të parë që nga shtatori vitit 2025 që jemi në komision bashkë. Për herë të parë bie dakord me ju dhe ju falenderoj për fjalën tuaj. Edhe në fakt është qasja e pra të bashkohen. Kështu që faleminderit që erdhët ju në komision që ne të bashkohemi.
Dhe realisht edhe qasja, ja kam thënë edhe nën kryetarit mungon sot zoti Malaj, kishte dëshirë të ishte në fakt është djali një artisti, nën kryetari i komisionit është Erion Malaj, është djali Petrit Malajt, por në pa mundësi, dhe ja kam thënë që në momentin që kërkuam dëgjesën, që dëgjesa nuk ka asnjë lloj natyre politike, ka vetëm natyrë për t'i dhënë zgjidhje, se bëhet fjalë për njerëzit që janë krenari kombëtare, dhe këtë ja u them pa asnjë kompleks, dhe unë jam shumë nderuar në fakt që ju sot erdhët këtu, edhe shprehët gjithë nevojat. Komisioni do ta vazhdoj, do ta ndjeki çështjen, pavarësisht se zoti Tola sot bëri gjithçka që është e mundur për mos dhënë asnjë informacion dhe për mos dhënë asnjë zgjidhje, siç e bën mirë këtë gjë në fakt edhe me çështje të tjera. Po zoti Tola, nëse me çështjet e tjera keni arritur që politikisht të devijoni, në këtë rast nuk mund të devijoni sepse është shumë e rëndësishme. Bëhet fjalë për diçka që te kalon thjesht një pedagog, te kalon thjesht një titull personal, po bëhet fjalë për kulturën kombëtare. Dhe në këtë aspekt, nëse do të shtoj diçka Ministria e Kulturës, po, nëse do diçka zoja drejtoresh, patjetër, dhe më pas çfarë të kemi për të konkluduar dhe porosit për më vonë. Po, thjesht doja të falenderoj shumë dhe pedagogët dhe të gjithë nxënësit dhe gjithë Akademinë e Arteve që ne i vlerësojmë edhe të gjithëve na lartësohet shpirti nga puna që ata bëjnë. Ministria e Kulturës në këtë rast është thjesht në interesin sepse këtu preket pjesa kulturore, por kjo çështje është çështje administrative dhe ligjore që i përket Ministrisë së Arsimit dhe Akademisë. Kështu që ne i ndjekim me shumë interes çështjen, por nuk kemi asnjë tagër ligjor për të dhënë diçka. Thjesht jemi shumë të interesuar dhe jemi këtu në çdo tavolinë që ata organizojnë. Vetëm kaq. Atëherë nga ju, si Ministri e Kulturës, ju kërkoj më shumë, si Ministri e Kulturës, ju kërkoj më shumë mundësi, më shumë fonde, më shumë organizime, më shumë projekte për artistët, që të keni mundësi të paktën me që nga njëra dorë ja u heqin pagesat, keni mundësi të japin kontribut për artin shqiptar dhe të rriten sa më shumë aktivitetet të cilat përfshin pedagogët e Akademisë së Arteve, shtrihen në gjithë Shqipërinë, sepse ju nuk jeni thjesht Ministri e Kulturës, jeni dhe Ministri e Turizmit, dhe do ishte mirë që gjatë muajit maj, qershor, korrik, gusht, që janë muajt e kulmit të turizmit dhe janë dhe muajt që nuk kanë aktivitet akademik, ju të bënit një agent ku artistët të kishin një aktivitet në gjithë Shqipërinë, të sponsorizuar nga Ministria, nga qeveria në mënyrë të tillë që mos ta lëm thjesht iniciativë private të një televizioni apo të një televizioni tjetër, që sigurisht do të promovojnë disa artistë, po të jetë një iniciativë shtetërore për të rivitalizuar qendrat e qyteteve tona, për të dhënë një hovë turizmit dhe patjetër për të dhënë kontribut për performancë skenike artistëve tanë, meqense jeni e shfrytëzoj momentin edhe në këtë aspekt. Po, dëshiron dikush të bëj një shtesë, të bëj një përmbyllje? Ne jemi okay. Okej. Atëherë, po, patjetër. Të lutem. Atëherë, siç e nënvizoi dhe zonja Çakëri dhe zoti Pashaj, të nderuarit deputet, kisha vetëm një apel. Statusi universitar në rastin ton nuk përbën asnjë ndalesë që këto tituj të jepen ashtu siç i takon të jepen, me të gjitha vlerat. Ju garantoj, ju mund t'i shikoni edhe vetë në të gjitha këto mënyrat e organizimeve në institucionet homologe në Europë kryesisht, ku tentojmë të integrohemi dhe pastaj edhe më gjërë keni gjithandej. Ju faleminderit. Po, zoti Përmendi, patjetër. Me që me mbyllim, duke qenë se unë përfaqësoj Fakultetin e Arteve të Bukura, dua ta krijoj një metaforë me një nga veprat më të famshme të arteve vizive, siç është trapi Meduzës. Faktikisht ne të gjithë me çfarë shoh jemi në një bark. Problemi është puna që varka mos rri shumë gjatë në ujë sepse kanë frikë se në fund fare do kthehemi si trapi Meduzës. Dhe kur kthehet trapi Meduzës dini ç'a ndodh. Kështu që shpresoj që të jemi zgjedhje ku dalim në breg, siç jemi të gjithë bashkë, që fundi e fundit kjo është për të mirën e të gjithëve. Shumë faleminderit.
Të gjithë, në fakt, po, si thot Zoja në Albani, të gjithë artet e bukurat, përveç se jeni dhe njerëz të bukur me kontribut jashtëzakonisht shumë të vlefshëm për kombin shqiptar, jo vetëm për shtetin shqiptar. Atëherë, në fund dua të falenderoj zotin Gjipali, zonën Albani, zotin Malaj, Kaso, Kodhima, Përmeti dhe Rudi, sigurisht edhe kryetarin e sindikatës zotin Kovaçi. Dua të falenderoj përfaqësuesit e Ministrisë Turizmit. Dua të falenderoj pak më pak zotin Tola, sepse nuk na dha një zgjidhje. E ke nën, po, ndoshta uroj që në orën 3 të jepni një zgjidhje, s'do ta shpallësh ti sot këtu. Mua më intereson zgjidhja, pastaj merrni të gjitha meritat, edhe bëni çfarë të thoni reklam dhe video, vetëm jepini një zgjidhje që na intereson të gjithëve bashkë. Zotin Hoxha, e falenderoj, drejtor për kërkimin shkencor, edhe pse në këtë rast kërkimi shkencor është diçka krejt tjetër, i natyre krejt tjetër. Dua t'ju garantoj, si kryetare e këtij komisioni përgjegjës për kulturën, që do të keni vëmendjen tonë dhe do keni një derë të hapur jo vetëm për këtë çështje, por edhe për çështje tjera që mund të lidhen me aktivitetin kulturor, me kulturën kombëtare, me nevojat që keni si artist. Ne kemi pasur një bashkëpunim të mirë deri tani me Ministrinë e Kulturës dhe me prezencën e tyre kemi rakorduar disa gjëra edhe me dakordsi, kështu që mund të bëjmë çfarë është e mundur nga ana jon për të ecur ju përpara dhe për të pasur lehtësirat e duhura për të performuar në skenat shqiptare, por dhe për të ndjerë të vlerësuar. Për sa i përket kësaj çështje, ju garantoj që mbasi ju të bëni dhe takimin sot me ministren, që më vjen mirë që u kujtua, do të dërgojmë shkresa në ministri, ashtu siç do të mbajmë kontaktin për të parë kush do të jenë hapat e mëtejshëm. Në mesin e qershorit, pra nga data 10 dhe 11 qershor, jo më larg se kjo datë, do duhet që ju të raportoni se kush është zgjidhja dhe kush janë hapat që janë ndërmarrë nga ky grup i punës që ju thoni që është ngritur. Sepse ju vendos të afat për arsye sepse duke pasur një afat dhe ju jeni të shtyrë që të jepni një lloj zgjidhje kësaj situate që besoj me vullnetin tuaj dhe vullnetin e gjitha palëve mund të jepet. Nëse duan të njëherë ndryshime ligjore, që nuk besoj se është rasti, jemi të gjithë gatshëm t'i kalojmë në mënyrë të shpejtë edhe në mënyrë të përbashkët nga të dyja palët nga të dyja palët. Jeni ju, pa jemi ne, pa merak fare, ju i keni votat, po ju thash. Falenderojmë shumë, se cilin nga ju. Po. Edhe jeni shumë më të mirë nga ç'dukeni. Faleminderit vërtet, kjo ishte për te shakas. Ju falenderojmë për gjithë vlerësimin, për gjithë predispozitën. Profesore. Se unë jam një femër me gjithë këtyre burrave dhe ju del tepër edhe gjysma e fjalisë. Nuk e lën ta mbarosh, është shoqëri shumë maskiliste. Më lëre ta mbaroj. Po, vetëm kam një merak. Në lidhje me afatet, ne kemi përgjegjësinë për të hedhur firmat në fillim të qershorit për provimet që fillojmë, për fundin e vitit akademik. Pra ky është rreziku ku ne bllokohemi si institucion. Kur është afati? Ne në fillim të qershorit ne fillojmë provimet. Nuk mund të hedhim dot firmat sepse nuk kemi në. Kështu që data ime është data 10 qershor, është e pranueshme apo jo? Paka që ne do ta ndjekim edhe ja u garantoj këtë gjë edhe për natyrë të punës, nuk është se i lë gjërat pezull. Atëre, falenderit koleg për prezencën dhe për kontributin. Unë mendoj që ne izauruam të gjitha diskutimet edhe për efekt të zbardhjes së procesverbaleve dhe detyrave të lëna edhe në raport me ministrinë. Në fund, për ta mbyllur, dua sinqerisht të falenderoj në mënyrë të veçantë të vetme zonjë që kishim në dëgjes edhe t'ju falenderoj për kontributin tuaj në artin shqiptar. Shumë faleminderit, mbledhjen e deklaroj të mbyllur.